Mirëmëngjesi. Po çfarë bëhet, mëre? Ora shënon 6. Ora është 6:00, po, është e vërtet. Tamam, po. Me shpirt është 6 kështu në kokë. Sa javë në kaluar. E kemi ndruar përpara zgjohem zakonisht nga kjo orë, po kam ardhur shumë herët sot në punë. Po. Sot bërë diferencë. Po, sot bërë diferencën me fix plus 5 minuta. Plus 5 minuta me vonesë. Po, bravo. Është akoma truri që është i momenti që për shumë unë kam fiksim që orën e morit ta lë pa ndruar. Pak në 2-3 Tash se ke fiksim që ndron orën me komshiun. Jo, ashtu ndrohet automatikisht. E çuditshme është që dhe mua dhe komshinët mi na ndrojnë telefonin njësoj. Edhe neve, edhe komshinëve ta. Ua, po kjo tregon lidhjen e fortë që ne kemi me komshinë, sepse edhe mua më ndrohet njësoj me komshinët. Vetëm makinën edhe orën e murit nuk e ndroj. Dhe bashkë me njëri tjetrin që si jemi komshin fare domethënë. Po jemi komshin në studio. Po. A ju ndryshoi juve direkt në mëngjes? Romina si ka ndryshuar sot. Jo, Romina sot e mori vesh. Sot e mori vesh, po. Se ndodh që Romina për shembull si dhe komshinët e saj nuk mund të ketë orë muri, bie fjalë. Po. Ose kemi vetëm për dekor. Okej. Ose mund mos e kesh ndërruar atë. Jo, s'ka bateri fare. Po s'ka bateri. Ri 12. Është e 6, jo është e 6 rrezik, se rri aty poshtë e 6. Kam përshtypjen që është 12. 12:30. Po. Gjithsesi ndikoj një çik apo s'ndikoj kjo ndryshimi i orës? Sot pak. Sot. Dijes kemi kuptuar gjë fare, ndoshta ditë pushimi, s'kishim orare gjëra për të kapur. Mua dje mbazite më ka bërë shumë përshtypje. Ora 7 ishte akoma diell, domethënë dielli s'kishte perënduar akoma. Thash ç'a bëhet, më sa është ora më zotri. Mua më ndodhi një fenomen. Do vi dëgjojmë më herët se sa. Po pikërisht, dje dola nga shtëpia rreth orës 1:30 të drekës. Pas këtë e fiks në mëngjes. Dhe kur dola nga shtëpia në orën 1:30, hyra në makinë dhe kur e ndezë makinën pas orën 12:30. Edhe isha për një moment që nuk e dija, e kisha harru komplet që ndroj ora. Totalisht. Po do me thënë, makina jote shumë inteligjente nuk e kështë ndryshuar? Jo. Nuk e ndryshon makina. Dhe pa shumë 12:30, ngela për një sekundë, që thash, e i qënë ke rëndë sot. Shifti makina. Qënë ke me halucinacione sot. E pash orën, po pastaj kuptova, i thira trurit që është truri, be problem, jo makina. Po gjithsesi është kjo momenti i ditës së parë, mendoj unë. Dje ishte, po dje ishim pak si kështu, me që se është pushim, dhe gjithë më ndodhë që ndrohet të dielave dhe prandaj është për çështje ambientimi, po sot. Vetëm unë pas kam ditur që ndrohet të dielën në darkë, jo në hyrje të dielës. Po. Ndërkohë dje ishte dhe ditë Bajrami, urojmë të gjithë besimtarët muslimanë të Shqipërisë gëzuar fite Bajramin edhe mbarësi dhe shëndet. Po. Ndërkohë sigurisht festohen besimtarët, se ne ndodh gjithmonë që çdo lloj besimi ti përkasin, festojmë gjithmonë me festat e njëri tjetrit, të çdo besimi fetar. Neve na ndodh që nga zona tek e cila unë kam shtëpinë është gjithmonë plot e përplot me njerëz, se të gjithë janë aty afër që bëjnë edhe faljen e madhe. Edhe ishte një masivitet njerëzish, domethënë, edhe makinash që fillonte që në orën 11-12 të natës, që kanë bërë faljen e fundit, që kanë ndenjur në xhami deri në mëngjes etj, kështu që ka qenë një atmosferë shumë e fortë afër shtëpisë sime gjatë. Po, se ti duhet ta shikoj, ti duhet ta filmoje gjithatë. Po ti thjesht dole nga shtëpia në orën 1 ca ka pas dronë mjaftueshëm. Tani themi drejtën, por kur u ktheva në darkë, pra një natë përpara, ishte plot e përplot. Bravo. Me zorë dhe hyra në shtëpi. Aq plot ishte. Hyra në një shtëpi tjetër. Jo, në shtëpi tjetër nuk ngatroj derën, bora. Je kështu je. A di sa do të kthesh në shtëpi. Po ç'a thua ti? E unë imagjino dhe njerëzve kur i them për shtëpinë, postën elektronike, të gjitha jam shumë i kujdesshëm. Je shumë korrekt. Ç'a thua ti? Po nuk shkoj kur të floj jashtë shtëpisë. Bravo. Romina si mendon? Të them unë Zeza i tha djali. Edhe rëndësishme është fjet kërkan në shtëpinë e vet. Po, i thot mami ora 12 në shtëpi. Po, vjen mesazhi. Gjithsesi u duk ky zhvillimi që ndodh ditë pas dite, që Edi Rama del në live-in e tij dhe thotë që kujdes
TikTok-un, kujdes VPN-ën, kujdes shkarkimin e tyre, sepse do ju vjedhin të dhënat në telefonat tua. Duket kështu sikur e thot për të na bërë neve për presion. Për na gjakun. Jo tamam. Pysin shqiptarët për presion me qatë. Me kë e gjeti. Unë mendoj që ka disa njerëz që ju ka ndodhur me të vërtet kjo gjëja. Si e kuptojnë? Kuptojnë sepse kam parë një çakërdim të gjithë rrjeteve të tyre sociale të tjera dhe nuk kanë hapur dot aplikacionet për shembull të bankës. Ka ndodhur ju? Po ka ndodhur njerëzve që unë njoh, edhe po më thoshin që ndodhi sepse unë shkarkova një VPN dhe po nuk kanë shkarkuar të duhur. E kishin provuar dhe në opsionin tjetër. Se kemi kuptuar ne në base se shu thamë, faktë. Aplikacionet tona janë jashtë funksioni. Ideja është që pati një lloj reagimi nga kompani telefonike dhe interneti që thanë që duhet pasur parasysh nëse që ka kaq shumë e thjeshtë që kryeministri i vendit i di që nga kjo VPN-ja vidhen të dhënat e mthet të thash, përse nuk e heq ky si opsion ose ta denonsoj, sepse pas ka një opsion që vjedh të dhënat e njerëzve, që do të thotë që ti hyn tek të drejtat e njeriut, te konventet e drejtave të njeriut, dhe ti nuk ke të drejtë përveç se kur çohet çështja në gjykat, të nxjerrësh të dhënat e tua. Me vendim gjykate, gjithmonë. Ndërsa ne tani nuk kemi vendim gjykate, thjesht me një VPN. Fut VPN dhe fapi shkon. A thua ti se kryeministi si merr vesh, domethënë. Dhe gjitha kjo në fund të ditës ta mendosh shumë qesharake që gjithë kjo gjullurdia e madhe po bëhet për një aplikacion i cili unë mendoj që në jetën e askujt nuk ndryshon asgjë. Por që janë gjërat më të thella. Është çështje zgjedhore më shumë se sa thjesht TikTok-u. Po, si njerëz ne jemi shumë të thellë, por në fund të ditës jemi më se bazik. E kupton, mendoj që jemi më se bazik. Edhe çdo gjë që ndodh këtu është më se bazike. Ama s'mund të jemi bazik me një segafredo. Wow! Po është vetmja gjë që na nxjerr nga të qenit bazik. Ashtu. E kupton? Ne me segafredo të ndihemi ndryshe. Na duhet një segafredo se prezantove ti. Jemi një orë përpara sot. Ti mund të thuash që është shqiptar, po s'mund të thuash bazik. Shqiptari ka një jetë që lufton për mos qenë bazik. Bravo, bravo. Jemi unik në llojin tonë. Tregojmë. Jemi bazik unik. Bravo! Borzilok. Borzilok. Nene gjik. Okej, mirë, na e bëj këtë kafe segafredo se na ka munguar këtë fundjavë. Ka munguar. Por ajo do uji që ne nuk ja kemi hedhur para praktikisht. Do uji. Në momentin që Rei do hedhi uji, ne do të ikim tek videot virale. Andi Vrapi, what are you doing here? Sa shumë i gjata. Roi dhe vdes vetëm për ata syte tu. Kur më në pasion. Dhe pastaj vazhdojmë. U ngro apo do lëm pak? Do ngrohet dhe pak tani, se sa ja kemi hedhur ujë. Nisi me tituj. Je pak, të zdi, të do të marrë pak, e kupton, do ta pish kafen të ngrohtë apo të vakët ti? Jo, të ngrohtë. E ngrohtë shijon pra, segafredo shijon e ngrohtë, por shijon dhe e ftohtë në fakt segafredo. Po. Ta bësh Fredo cappuccino për shembull. Po i ka gjithë opsionet. Është gati. Edhe më duket goditjen, e shikon, të thot ajo vetë, thot mos më përmend, thot ore. Mos ma merrni ju. Mos ma merr. Se du pa fund. Shko në tjetër, jo, shko në tjetër vend, se lejmë ti ke segafredo në tjetër vend, kemi lidhur këtu me zinxhir. Edhe Stivi për këtë arsye kishte bërë, mos ma merr, domethënë është parapri. Bravo. Urdhë tani e dashur. Faleminderit shumë i dashur. Bëft mirë. Faleminderit i dashur. Dhe kjo kafe qoftë guri i mirë i kësaj jave. I kësaj jave, se është edhe dita e fundit e këtij muaji. Dita e fundit e këtij muaji dhe nesër zyrtarisht dita jon. Dita e të vërtetave. Gjithë neve që gënjejmë. E jotja, pra, bravo. Po, e jona që gënjejmë, pra, pse, unë jam i sinqert. Sa mirë që një veten ecim. Titujt. Minimale 500 euro pas 11 majit. Rama, një hap i rëndësishëm për punojësit shqiptar. Gëzuar. Sa është minimalja tani, aktualisht? Minimalja, unë ndi që është... Tani edhe njerë, si pas premtimit, apo si pas asaj që egzisto? 350, më duke. Ndi që është minimalja 350-400. 400. Pas ka vajt. Pra nuk është një rritje shumë ndjeshme, është një rritje
le të themi Po ishin relativisht. sot, ishin nesër, Po e ditë, vete po. një ditë. Problemi është këtu që, okej, shkoj paga minimale 500 euro, por mund të shkojnë edhe ushqimet me një rritje të ndjeshme. Sepse tani për shembull, le të themi që standardi shqiptarëve për sa i përket pagave në një pjesë të njerëzve është rritur. Por siç është rritur dhe kostoja e jetesës, kështu që nëse një i ri sot mund të marrë 600 ose 700.000 lekë ose 800.000 lekë rrogë në një X punë që mund të bëj, është njësoj si një i ri para shumë vite që merrte 200-300, janë rritur gjitha kostot. E ke dëgjuar ti videon më meme të mundshme? A i ke 350.000 euro për të blerë një shtëpi? Po. Rregull treshtet të tajo më mungojnë, por gjithsesi, ky është fakti. Mua më pëlqejnë dhe videot. Ti kërkon një shtëpi të cilën e ke blerë me lek, për shembull. Kërkon ta japësh me qera dhe do që ta japësh me euro, dhe do të blesh një tjetër që supozohet që ta marrësh po me lek. Po tani, pjesa më e madhe e komenteve që ishin në këtë mes, ishin dhe për faktin që i thonin, o Rame, po pse flet me euro më? Po ne jemi vend evropian, ne kemi ta prit për të ardhmen, ai sot pas 11 maj dhe kur si dihet pas 11 majit mund të jemi. Ai tha në 2030 më tha kur ne jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Po ne Evropian. kemi qenë prej kohësh, ne ndihemi evropian, duke qenë se kemi filluar të përdorim euron që prandaj janë njësuar si monedha. Se di përdoret më. Po dhe janë njësuar si monedha dhe kjo mund të jetë një ndër arsyet, fakti që Shqipëria tashmë nuk është thjesht pjesë e Bashkimit Evropian, po është njësh. Ore tani është bërë kështu, kam ca euro do t'i bëjnë lek se leku është më i shtrenjtë. Po, gjithë në lek duan t'i bëjnë, por që nuk të bën më njeri pazare me lek. Gjithë pazare t'i bëjnë me euro. Po. Urdo. Ska. Gjithë pranojnë, ka vende që nuk Romina, mirëmëngjes, nuk pranojnë pagesa në lek. Vetëm euro. Po, do shkosh blesh një divan, euro, thot. Euro, po. Nje, mos më ngatro thot me valutat tjera. Unë prapa ty të metri katror me euro. Me euro, po. Nuk njojmë në qenë këto lek, qenë këto. E thoni pasaj që nuk stollën këta Evropën tek ne. Ua, këtu e ka vite përpara. Janë dhe ato videot që the ti, Bora, që janë shumë interesant. Shumë interesant. Sa është metri katror? Është vila me ullje! Është plot 980.000 euro. Po, e sheti vila 980.000 euro. Paguani me këste, por fillimisht duhet paguani në dorë një pagesë prej 100.000 eurosh, pastaj vazhdoni me këste. Po. 100.000 euro duen dikute 20 vite, kursim i përmuajshëm, pa ngrënë asgjë. Pa gjyfare. Pa ngrënë asgjë. Mund të hash diçka që s'është me pagesë, po... Do hash veten tënde. I bita hash veten, bravo. Kështu që... Po që më pëlqeu shumë në fakt, më pëlqeu dhe fakti që do rriste edhe pensionet. Po, aty e disi që njerëzit... Bravo, ti e ai që ne kemi ndërruar, e kemi dashur dhe kemi mbajtur kaq vite. Zakonisht me 10.000 lekë rit të vjetra. 20. Do shkoj, tha, pensioni minimal 400 euro për ata që kanë paguar siguracione, tha, gjatë gjithë kohës, tha. Ndërsa minimali për ata që nuk kanë qenë, tha, të siguruar shumë mirë gjatë viteve, kanë edhe mungesa në vitet e tyre të sigurimit, do të shkoj 200 euro. Jo, më gjënë, shiko pak, mua deri tani në kaq vite jetë, më bie që kam 12 vite me siguracione. Shumë bukur, do ta kesh 500 euro ti. Do ta kesh 500 euro. Sa vite më duhet muaj që të dalë në pension? Do shkepesh të hongër lakra dhe kështu. Vetëm kaq gjatë muajit. Do ta harrosh mishin si pamje. E do ashosh shumë. Lindi ti marr erë. Ne tani jemi vegetarian, vegan. Po, nuk të bën mirë mishi se mezi tretet, sidomos kur je moshe madhe. Bravo. Ndalohet. Normalisht edhe peshku do e ka vendin në det peshku, që ka vendin pjatën tënde. Peshku e ka vendin në det. Mund të ndryshojmë ekologjinë vetë tani. Çfarë thua ti? Hake ti peshk. Vajti mendja ti për peshk. Kështu që ti e di. Dashke ti. Theju natyrës. Shko tek natyra të thërret. Tokëzou edhe bar. Ku? Jesh i lëk. Ku ka bar? Ku ka bar? Ku? Bar. Ku ka bar këtu? Jo. E të mendojme. Brenda në ndonjë një shtëpi. Jo, mos fol keq. Mos fol keq, ecim. Ecim se po vazhduam. Pero, i rikthehet muzikës, kënga e re, thumbim për partneren Arbenita Ismaili. Ka një gjë tani. Çfarë kënga i foli hapur me akuzat, çfarë nuk i tha?
Moj, përveç asaj, a i përdor ca fjalë që nuk duhet të përdoren. Gjuhë shumë denigruese. Aq më tepër, po, ishte e tmeshme. Është më tepër për nënën. Po, edhe përveç kësaj që është nëna e vajzës së tij dhe ka qenë partnerja e tij, më të tash, njerëzit filluan dhe thanë që ne kishim vërtet besim që ti do ndryshoje. Dhe pse pikërisht ti sepse ai ka publikuar këngën që s'kishte përfunduar akoma muaji Ramazanit, thanë që pse ti pikërisht duhet të përdorosh një gjuhë të tillë, edhe gjatë këtij muaji ti s'do ta përdorosh fare parimisht, por gjatë këtij muaji të shenjë që ti supozohet ke ndryshuar si njeri dhe je bërë një besimtar i devotshëm musliman. Është bërë nami si po mirë. Ai tani muzikën e la për shkak të besimit të tij. Po, rikthyehet te muzika, i bie që nuk është më besimtar i fesë muslimane, ka hequr dorë. Jo, është besimtar, po me rregulla. Feja nuk ta ndalon muzikën. Feja të ndalon të bësh muzikë dhe të dëgjosh muzikë. Në Islam është ndaluar. Edhe një herë, nuk të lejon të dëgjosh ose të bësh tekste me fjalë. Jo, s'është vetëm kjo. Feja të ndalon muzikën, vetëm muzika dhuruese ndaj Zotit. Feja të ndalon muzikën, por le të themi perceptimi i mënyrës se si lexohet Kurani është fakti që nëse ti e ke profesion muzikën, pra merresh me muzikën. Po. Ti nuk ta ish nga profesioni. Feja ka atë tolerancën e saj nëse ti merresh me muzikë dhe ke profesion të jetës tënde. Por që normalisht ta thotë edhe citohet fakti që nuk mund të merresh me muzikë duke të çuar drejt denigrimit, dhe nuk mund të merresh me muzikë duke të çuar drejt tundimeve dhe drejt gjërave që janë të ndaluara. Parave, lëndëve narkotike, dhe nuk mund të shkosh drejt tyre dhe duke i konsumuar. Jetës së keqe, vajzave të ekspozuara, domethënë gjë që Fero i zbatonte pik për pik. Ja, po jo hoqi këto. Po tani te klipi i ri dhe mendohet që dalë flota po thjesht një gjuhë shumë të rëndë. Kanë dhënë vetëm një video shumë të shkurtër besoj. Një ndër fjalët është dhe të fala motrës presidentes dhe të fala vazhdon. Më mirë përshëndetje pas ka qenë tek e fundit. Sepse lekët e një janë më të vlefshme se sa lekët e një reperi dhe një djale, një babai, kështu, domethënë ai lartëson veten e vet duke ulur ish partnerin e tij. Unë mendova që do gjente qetësi tani që u martua. Unë nuk e di tani çfarë do bëj ai, a do futet tek rrjellit i më i ri që fillon sot. Se mendohet që do hyte Ferma VIP. Fero, mendohet, thuhet, është një çerek fjale që do dëgjojmë, a e tu kuptu. Por unë mendoj që nëse ai djalë ka bërë deri në këtë moment të jetës gabime, ishte një faj i rënd të hynte diku në një format të tillë dhe mendoj që donte pastaj tikte nga Shqipëria fare. Po ndoshta do të na befasonte, ndoshta do ishte djalë i mirë, do tregonte edhe anën e mirë të tij. Që ditë punoj me kazë. Jo. Po. Që ditë mjeli lopë. Se ç'dëgjova çdo Enca aty. Imagjinoni Enca që kultivon bim. Po. Në fermë. Ka lezet. Po. Enca, po. Mund të marrë vesh, mund të surprizoj vërtet. Unë mendoj që do ketë surpriza, por e vetmja pikpyetje ime është kjo. Çfarë vipa është pas kemi pas nejme me kuintal, me lopata, me rupe. Pas një plot vipa dhe se pas kemi ditë? Name. Ne jemi të viposur të gjithë. Të zënë të viplëku? Të zënë viplëku. Si zënë gripi? Vetëm vipa, Ferma vipe, Big Brother vipe. Vip këteje, vip andeje. Unë them që sezoni 3 këtu do t'jetë zgjohu me vip. Po. Ne jemi 3 vipa këtu, e kupton? 3 vipa, 3 figura publike. Jo, 2 vipa dhe një imazh. Bravo, e shikon? E shtrova terrenin dhe ti godite. Je shumë... Ja hodhe topin dhe e brigoj. Po isha pa tjetër i bindur. Si ta haroni ishtë të dashurin me 4 hapa? Vetëm 4? 1, 2, 3, 4. Bravo, me 4 hapa. I pari ta tregon artikli. Fshi kujtimet. Fshi kujtimet. Blok. I pari blok. Ja e bëre. Ti me atë njëri i ke ndërtuar kujtime, momente. Do t'jete pa mundur. Digi. Është një nga këshillat e para që t'japin psikologët momentin që ti e ndarë keq me nuk i do më kujtime. Këshilla parë, thot, bëni pushime. Direkt, për të larguar plagët. Prisni flokët, lëni flokët. Është pike. Po kur s'ke flok. Shtoj, bravo. Është opsionin, po. Bëni pushime, thot, merrni pushime me njerë për të shëruar plagët që ju keni. Edhe jepi drejtim tjetri. Jepi drejtim tjetri. Jepi drejtim.
Tjetra, dilni me miqtë dhe konsumoni alkool. Është ndaluar alkooli. Konsumimi tepër. Konsumimi tepër. Që mos e themi kështu që më pikë mëngjesit pini alkool. Jo, më jo, me Terezi. Çfarë thot kjo? Në darkë. Ne po themi çfarë thot artikulli për të harruar një ish të dashur. Bravo. E kupton? Bravo. Tjetra, filloni një lidhje të re. Jo me një herë. Po kujdes se mos e thirrni në emër të vjetër. E bukur kjo. Romina. Bravo. Po prandaj thash, merrni kohën tuaj, mos e bëni për çështje inati, kur t'jeni gati, vazhdoni me tjetrin. Bravo. Kur ndjeni të gatshëm, thot, është koha të filloni një lidhje të re. Po. Por, në muajt e parë, thot, ju këshillojmë që të flirtoni vetëm. Po, që të kuptoni ku jeni. Ja, se ka marrë për asnjë shok ose shoqe tonë. Okej. A mund të jeni, thot, miq me ishin, kurse si jo. Po, më pse. Shmarrni çdo kontakt. Po, po. Unë mendoj që po. Hajde edhin votim? Kush mendon që jo? Ka eksperjenca e një shoqeje. Po. Edhe unë nga eksperjenca e një shoku flas. Bravo. Po gja shoqëri të mirë pas. Edhe unë flas nga eksperjenca e një shoku dhe ai shoku më tha që jo, është e pamundur, tha, absolutisht, s'bëhet fjalë, madje inshallah s'ndel në rrugë. Unë jam njëri që kam respekt zakonisht. Shumë tha ai shoku. Jo, më jo, shiko, është një njëri që ti ke kalu gjëra kujtime të bukura me të. Pse duhet ai që ti do t'i fshish ndërkohë? Po jo, më kur janë ndarë mirë nuk e pse i fshin. Po kush e përcakton një ndarje mirë apo një ndarje? Po ti varet si e ndjen, nëse ka qenë ndarje me konsensus, jo në rastin tënd. Ç'të them? Me konsensus. Me konsensus shumë ndajemi, po me ndajemi, se s'kemi ndonjë gjë për të bërë. Ndajemi sigur ç'kemi për të bërë, po. E mas janë takojmë dhe. Po pse më ju mendoni që nuk ka ndarje me konsensus? Mendoni që nuk ekzistojnë ndarjet e tilla me konsensus? Ekzistojnë, Po, nuk e përjashtuam si mundsi. Ka shumë pak kohë mes ose kur dy njerëzit janë nuk duhen vërtet në mindset. Ose nuk duhen vërtet, Ose ndodh kjo. Kur nuk ka ndjenjë të vërtetë. Mund të ketë qenë thjesht një pillë. Mund të kenë qëllime të ndryshme momente këndë që s'ka pasur kaq, se po të ketë shumë do të jetë më vështirë. Okej, ke tjetër hap? Jo, s'kam, më mbaruam 4 hapa, jam te i 5 tani unë që do të thot titulli i radhës. A e dini çfarë tregon mjekra për burrat, përveç se doli një studim tjetër ditën e djeshme që mjekra e burrave është ka më shumë baktere dhe mikrobe se sa. A e dini çfarë tregon mjekra për burrat? Çfarë tregon? Lëkurë të irrituar për vajzat, automatikisht. Pika, ytyrë të irrituar për vajzat. Çfarë tregon mjekra për burrat? Ytyrë të irrituar për vajzat. Po. Thellë ishte Romina. E vuajm. Do të thënë nëse do të bësh lidhjen e një çifti kështu në distancë, thua ndale pak kam mjekër, ky e pa ajo ka pikat. Nëse do të kuptosh pse një djalë ka hequr mjekrën pas kaq vitesh. Jo. Do kuptosh që ka qenë i detyruar ose natën kur ai ka qenë në gjumë, ka shkuar një makinë kështu. Thjesht e ka lënë një vi. Po ne vajzat nuk i duam çunat pa mjekrën përgjithësi. Edhe e bëjmë të sakrificë. Themi pak në le të mbajnë mjekër, mos të duken aq shumë të pa mjekër. Po të pak të kenë ca qime kështu. Mos të duken aq të shëmtuar pa mjekër. Ne bëjmë sakrificë, le ta kemi në fytyrën keq. Domethënë një djalë pa mjekër tani ndërkohë nga ekrani është direkt. Por është çështje shihesh. Mirë. Dakor, nga që e them ne vajzat. Dhe ishte thjesht e bukur. Po është fakt më që shumica e vajzave nuk i pëlqejnë ndjen pa mjekër. Po është fakt. Prandaj lam mjekër. Po di ke bërë me shkallëzim, varet ku s'pëlqen. E ke bërë gjysmë. Varet, po jo, po se kisha berberin me berom dje dhe ta themi kështu në gjuhë fare. Ishte festonte dje dhe unë harrova tikja të shtunën. Harrova faktin që ai festonte dje. Normalisht, edhe sot e ka pushima i dhe nesër, edhe deri nga e mërkura do më thoni mo ku ke fjetur në rrugë Gjan? Gjan ke fjetur në rrugë, këtu unë si fera, vendosat i lët gjitha, të fillu dhe lazerin, të ishtë tatuazhin. Edhe një. Në thoi pak për mjekrën të vaj. Simboli fuqisë është, mençurisë dhe burrërisë. Ndikim në shëndet dhe në mirëqenie përsa i përket besimit të një njeri, besimit në vetvete. Në shumë kultura, mjekra është konsideruar si një shenjë statusit shoqëror dhe autoritetit. Në Egjiptin e lartë, do mos të mbani gocat. Faraonët shpesh mbanin mjekrën si portretizim mbretëror.
Po, pra. Si luftarak. Po, dhe mjekra ishte simboli i dinjitetit dhe statusit të lartë. Mbretërës edhe trupa Njerëzit e thjeshtë. më lërë se sot që kam fish shkëllim nga goja sot. Nga ana tjetër, thot, mjekra ka dhe një aspekt biologjik. Rritja e mjekrës sot është e lidhur me nivelet e testosteronit, e dashur. Një hormon që është i rëndësishëm, thot. Është shumë i rëndësishëm ky hormon. Disa burra mund ta kenë rritjen e shpejtë, thot, për shkak të faktorëve hormonal. Disa tjerë më të ngadalt. Shqipe neve 5 ditë edhe bëhemi Qa do me? Pra. A është i njëjti studim dhe për flokët? Dhe mjekra gjithashtu, po, është i njëjti studim dhe për flokët. Mjekra gjithashtu thot, vlerëson që çunat me mjekër janë më stabil nga ana romantike. Zakonisht ndodhe kundër. Shiko pak, se nuk, do me thënë, ti lexoj këto, nuk më bën të sens, për shembull mendoja baballarët tanë janë kështu. Po ne ngelëm, sa na del një kështu. Jo, babi im çdo mëngjes, ka. Po pra, e kupton? Ça? Është në punën e vet. Kaq vitet martuar, besnik në një marrëdhënie, burra që kanë treguar veten e vet, po. Ta diktonte kohë. Tani është problemi me kohën për ju çunat. Është problemi me kohën. Ne që kemi mjekër jemi stabil. Okej, e qartë në variantin të ndëshume e qartë. Ne jemi stabil, po. Ti, Romina, si mendon? Ti si mendon ti dhe pika jote? Janë çunat me mjekër stabil? Në një marrëdhënie? Jo. Më stabil se të tjerët, do më thënë? Se të tjerët. Mjekra nuk e definon një djalë. Nuk e definon një djalë. Ashtu e shiko. Thash. Folë, është postulatet e tua... Vendosi pikën? Po. Po, vendosi dhe pikën. E vendosa pikën. Jo, merë atë pikën që Por jo djali që kam vazhdon djalia. Pika, plotësoni fjalin, si në shkollë. Eci, kemi dhe një. Kompania kineze letër punonjësve, martohuni deri më 30 shtator ose do të pushoheni nga puna. Më falë, në Kim po u thonë mos bëni fëmijë, e kanë me ligj Kina e ka kaluar në ndryshe tashmë. Po, tani po, e ka ndryshuar. Artikulli është shumë interesant. Është kompani nga më të mëdhajat për prodhimin e kimikateve dhe ka thënë duhet të kemi fëmijë për të mirën e vendit. Po. I ka bërë tashmë një mesazh. Kompania quhet Shandong Shuntinyan. Bravo. Dhe i ka bërë një mesazh të gjithë punonjësve të pamartuar. I ka vënë një njoftim dhe i ka lënë kohë dhe një afat deri në 30 shtatorin e 2025-s. Nëse nuk mund të martoheni dhe të krijoni familje, kompania do të ndërpres kontratën tuaj të punës. Shef. Po, dhe është diçka e cila po bëhet masivisht tashmë për t'i vënë përpara përgjegjësisë të gjithë punonjësit që të kenë një familje. Më fal, Kina po përgatitet gjë për ushtrinë e ardhshme? Po, i duan pas 30 vitesh. Tani, këto janë shenja të këqija në fakt, me thënë drejtën, se janë shenja të cilat na trëmbin, se themi pse pa tjetër Kina tashmë. Po. Ti vër urdhër tjetrit do ikësh nga puna ti po su martove. Po s'dua. Vazhdo djali. Vazhdo, ti kesh te kompania tjetër, ti thot ai martove. Po s'dua, s'gjej grua dot. Dashkan rrezik dashkan që të jenë punonjës të njëjtë pra, do të thënë me idenë që ti do ta gjesh tek e njëjta kompani gruan. Po ti vër kushte të tjera ai për shembull. Po mund të jetë ky pra një. Se i thot tani që në 30 shtator ti do bësh me fëmijë. U s'dalin muaj, thua shefi. E kupton? Përpiqu. Jepi drejtim. Tregoje veten, unë kam besim të ty. Ka gjë të pamundur. Të ecim 2 muaj përpara kështu. Të thuash në avans. Thuash në avans. Të ecësh 2 muaj në avans. Po manifestoj. Si punë gjerimesh. Po fole një herë me komitetin qendror edhe mund të gjesh një zgjidhje. Po kjo është edhe diçka e bukur tjetër që e ka filluar një rrjet supermarketesh. Dhe i ka thënë stafit, mos kërkoni dhurata për fejes. Dhe ja ka vënë me urdhër, që ju nëse fejoni nuk do kërkoni dhurata për fejes. Pasi nëse njerëzit vinë dhe ju japin dhurata për fejes, rrisin kostot e tyre. Kështu që ju duhet ta ulni, minimizoni koston që njerëzit ju japin juve dhurata vetëm në ditën e dasmës. Se vetëm të martoheni direkt.
Pra i është vënë urdhër që mos kërkojnë dhurata për fejes. Po, ato që kështë për fejes ma silë kur të martohen. Që të gjithë t'japin lekët për dasmën e tyre dhe ata të kenë buxhetin e mjaftueshëm për të bërë një dasmë. I duan kesh, do me thënë. Po, që të bëjnë dasmën direkte, kupton se po fejove mund të ashtysh fejesën deri në një x kohë, e cila mund të jetë shumë vonë, dhe deri në atë kohë mund të ndash. Dasëm direkt, zemra, s'ka. është një plan djallëzor, kë nuk më duket aq e thjeshtë. Këtë pra pas kena, pra thua. Unë shpresoj mos ta vëmë në Shqipëri. Besoj se Kina është në shpopullim e sipër. Po. Në shpopullim s'është Kina. Po që ka vënë neve. Po, derisa të vite ty, ne shpresojmë që ti ta ke gjetur, nejse. Derisa, po më thamë për 30 shtator, unë po jap dorëheqjen më mirë edhe. Ka gjithmonë shpresë. Jo, s'është punë shpresë. Njeriu mund të njojë dashurinë e jetës edhe brenda ditës. S'është punë shpresë, është punë ashtu siç e bën Romina. Si e bën ti Romina këtë? Çfarë bëj? S'është punë shpresë, them pjesa që thash po na e vun këtu në Shqipëri si rregull. Deri 30 shtator, unë tha po do jap dorëheqjen. Vazhdo, djali, unë t'ikës që tani. I e rasti pa shpresë, pra po thua. Rasti pa shpresë. Edhe një thirrje për mamat që shohin që jam rasti pa shpresë. Dhe jemi gati për gjëgjëzën e ditës. Ikim. Jeta themun, kështë është. Hajde. Kam trup, s'kam këmb, ama lëviz. Ka 3 përgjigje të paktën në Instagram dhe thuhet që është gjarpri krimbi. Tani të shkojmë edhe prit njerë, ta shkojmë njerë në TikTok atë në A do më hapet akoma TikTok, ma nuk e di. Deri tani. Provoj njerë, ne jemi pa VPN akoma, ne jemi të palishëm. Ne jemi të lishëm do më thënë. O Xhaxhi kryeministër për kokën ti nuk e kam hapur. Të betojmë, më shiko telefonin po teshe, ta jap në dorë direkt, mos shqip gjatë tjera, shqip vetëm aplikacionin. Jo, nuk po më hapet profilin, po TikTok është hapur, do më thënë. Zyrtarisht. Gjithsesi këto janë 3 përgjigje që kështu. Dhe cila është e sakta? Cila është? Cila makina. Si makina, ma? Po. Edhe njerë? Kam trup, s'kam këmp, kam goma. Po ne e thamë rotën. Po, s'te makinën, dhe s'kam rota. Rota e dashur këmine nuk lëviz vetë. Kurse makina është tjetër gjë. Ndryshon. Sot nuk doje të bëja pyetje, kështu që mos më shqetëso. The sot mos më shqetëso. Mirë, lë makinën. Mos u merr me mua. Super përgjigje. Është përgjigje e bukur. Makina po. Është përgjigje e mirë menduar, e kulluar dhe gati direkt për tjetrën. Tjetrën më mirë. Ha të shohim sa e kulluar është kjo. Nuk kam jetë, por mendoj gjithmonë. Nuk kam duar, por ndihmoj gjithmonë. Që përgjigje? Bukur do ishte. Nuk kam jetë, por mendoj gjithmonë. Ta pyesi. Nuk kam jetë, por mendoj. Nuk kam jetë, por mendoj gjithmonë. Nuk kam duar, por ndihmoj gjithmonë. Unë jam gjithmonë aty për ty, biri im. Që është diçka që mendon? Truri, po truri ka jetë. Truri? Po? Mendja. Ajo është. Bravo. Edhe thash po e them, thash se më duk me sens. Nuk ka jetë më vete, të më thëmë. Po si s'ka jetë? Ka të lidhur me trupin, po sërse është jetë më vete. Po mbaroj diçka këtu, iku, gëzuar. Ajtë më. E gjeti Romina. Po, jo, që e gjeti, bravo. Shu është kur mendohet Romina dhe na i lë t'i kotë mendohet. Po, bravo. Edhe ti vazhdo në kërkon në ndej dhe unë presto. Jo, po bëjaj. Prestë ma gjejmë. Serios. Kemi tjetër. Po më do a gjejmë një tjetër në qyqë. Po a do t'a gjejmë tani, apo do t'a gjejmë në fund të emisionit? Ja. Jam ja. Por thot jam më ja. Ndërkohë shkojmë të kea nga. Të tejtësti. Ikim. Ta shohim një herë, po më rrenë mendja veç të ti, po më rrenë mendja veç të ti, herë në fundit bëm dashni, shpirt e di. Au. Që është kjo? Dyton, në një nga këta. Ta them unë kush është. Kush është? Është fundjavë sot?
Jo, ishte dje. Do dalim, po, se takova një shoqe. I kam thonë për ty. Po se s'kam si me rejt. S'kam si me thonë se jam mërzit, nuk jam e lumtur. Ma ndro menjen vetëm duke më puth, my baby. Lem të gaboj tani një flutur. Folëm pis, se jam e bukur, baby. Unë Që nga me Linda. të lajnë lek, thirëm Panama. Panama. Shumë i fort. Zemër, ha? Shumë i fort. Shake it. Banana. Duket si mato lala. Se zuni lali lek. E dri dhe bëj tërmet, baby. Si leopard më krevet, baby. Baby, I'm a shake. My gal, toxic gal, jetën halla kam. Po më rrin mendja veç të ti. Ronela Ajati. Herën e fundit. Bëm dashni, Shpirt e di. Folëm pis. Bukur. Asa bukur. Është Ronela Ajati, pa diskutim. Po me matën. Jo është vetë. është vetëm? Po ajo shumë e fort qa ishte aty? Jo. Së është patent e Matos? Jo, së është e Matos. Këtu Dvarros. Dvarrosi. Të mytë Dvarrosi. E qa klipi kam bë? Klipi është Harlem Shake, baby. Kur ka dalë? Në Panama. A është tani e Vetëm Panama fundit? s'ka aty. Është si një... është këngë e fundit, apo jo? është ka ca i muaj. Ka ca muaj? Ka, a një vit sa ka. Jo, ta shohim pak. Ka ca muaj. A mund ta shohim me klip? Jo. Klip ta tregoj unë pak më vonë. Me audio vetë. Lese po e shohim shpinda. Është fundjavë sot, zemër? Kisha gjuve të pak. Merdi këtu. Ke dëgjuar këtë për? Ishim 1 sekond larg shpërthimit. Po shqipsha po ndiqja tekstin këtu edhe isha kështu direkt. Myllë e shefi. Është të dëgjuar, pra. Vetëm pak ritmi i fillimit. Refrenit, po. Është bërë shumë virale. Shikoj e klipit. Mo që më kapi një lloj ankthi tani. Se? Për çfarë? Shim shumë afër. Hajtë nëse s'ka gjë. Gjë, hajde se të rritur jemi tani në një farë mënyrë. Je këtu, te ky momenti. Do plaste direkte dhe ishim gjithë kështu. Jo, do ishim kështu e përshëndesim mamën ku do ishim ndonë. Po, përshëndesim gjithë. Mos kemi faj nene, prandaj si edhe ne shumë të fort jemi, hallakam fare. Shumë i fort. Bravo. Mashallah, po. E gjete e gjëgjëzë? Po priti një sekund. Po, hajde prezentojmë Unë se mirë. gjej duke lexuar. Prezentojmë të ftuarit, po. Një ditë duhet patjetër që të marrim ata të cirkut kombëtar në studio, se ata më ka bërë një zbor mua në fundjavë, që vajta çova gocën për të parë cirk. Nuk kisha shumë dëshirë, me të drejtën. Se binte një shi të mërshëm dhe përfundova duke edhe në shfaqje. Ti më? Unë me ca mamalarë dhe babalarë të tjerë. Nuk e di, domethënë 10 minuta aty në stage, nuk e di. Jam ndjerë edhe Kel Guga që më shikonte. Po ditë ne morën disa njerëz aty, që disa dolën vullnetar dhe unë mundova, se tash nuk vajta me shumë dëshirë të madhe dhe isha strukur të cepi im atje. Edhe vazhdojmë, po duar trokisja unë, se ai po kërkon të njerëz, kështu i kisha dhe kapelen time si gjithmonë në fundjavë. Edhe ndërkohë ai kishte zgjatur gishtin për nga mua, unë vazhdoja ria drejt. Ti. I thash unë, mund të marrësh të tjerë të këte, unë nuk çohem nga vendi. Edhe vajt atje lartë, pastaj Ola, i rash fyllit, ceva, dash faqe. Ok,
Nuk e di. Por baun, edhe fat mirësisht e kam përsyer atë video, shpresoj shumë që të mos dali. Jam në një padurim të jashtëzakonshëm. Për të parë video. Që të ishte edhe një herë tjetër kjo gjë, do vija direkt. Unë si ke mund cirkull. Ja, aty dhe, domethënë vetëm mos të më merr edhe mua, se dhe ajo më duhet. Ishte, domethënë Po që të qia... Ore ishin kalamaj su Ke kaluar, domethënë, një fundjavë. Një turpërim prindëror. Moj, ajo ishte, domethënë, prindrit thoshin bravo, sa mirë e këtë ande, jo po përshëndetja kështu gjithë klasë. Po, ju lutem, kush i ka ato videot mi sjellni se nuk i kam të gjitha. Po pse filmonin gjithkohë, se mund filmonin fëmijët ose shfaqje, po pse mua, po pse më zot, pse? Shpëtimi bukur e si ngelet të gjithëve. Ishte siklet mërshë. Shikon, ne që jemi pjesë e medias, nuk kemi problem këto dalit kështu publike. Po kemi të qëndisur në përcirë. Jo, po kështë dhe më kesh me daulle, për shumë, ka ishtë madhe, që unë isha sa daulle janë kë, që kështë ta shqyqyrë, ose në tamburana, shumë të ishte, kitare elektronike që ishte kaj. Ishte interesante në vetë vete, po jo për mua. Po mirë që të paktën s'të kanë ngritë me një litarë. Ata sigur kanë dëgjuar juve që bora nuk është kjo që duket kështu. Eksperiencë. Bravo, kjo të ka shpëtuar. Në rregull. E gjete të dash mjaftueshëm kohë për të gjezëm. Okej, hajt. Edhe material mbati. Atëherë, ku ishte numri? Në mëngjes jam i ngushtë dhe i gjatë. Në mbrëmje bëhem i shkurtër dhe i gjerë. E ke thënë njërë këtë tje? Ja, ka thënë një tjetër. Edhe njërë. Se tani kam mënyrën të ndryshme koncepti, se edhe temat bë 1200 gjatë gjëza dritë. Dil në temë. Zdal dot. Në mëngjes jam i ngushtë dhe i gjatë. Në mbrëmje bëhem i shkurtër dhe i gjerë. E di që shumë e po mrin menja, veç të këti. Perë në fundit. Bom të ashti. Qëndron? Jo. Së është folën pisë. Okej, nuk e ti. Instagram, Facebook, TikTok, kujdes. Edhe në postrën... E the Instagram? E thash. Instagram është i pari. Pari, gjithmonë. Instagrami vazhdon ende rron. Në ditë vështira, po rron. Dhe në postrën time elektronike, që e dini shumë mirë, që është rejbezhani@ngela-duke-ndryshuar.mcn.tv. Bravo, shumë. Shkruani, këteni përgjithë, qojeni tek mish, tek kemi thëmë. Okej, mirë. Bëni sa më shumë share. Shtypni atë sharen edhe... Tani do të prezentojmë njërë të ftuarit, se vetëm pas pak do i kemi në lidhje me Skype Ylli Gurën, që është ish mjeftues i Tiranës, i cili do flasi për incidentin e ditës së djeshme në faljen e Bajramit, dhe në fakt kjo bë masive edhe në postime dhe në denoncime gjithashtu, sepse ishte parashikuar që falja madhe të bëjë në orën 7:30 minuta, por ndërkohë bën orën 7:15 minuta, dhe kjo në një farë mënyre shfaqi jo vetëm pakënaqësi, irritim, por edhe mërzitje tek besimtarët musliman që nuk mundën dot të ishin të gjithë bashkë, por u falën atje ku ishin ata dhe ku ishte momenti për tu falë. Që kështu sot Ylli Gura na flet për këtë shqetësim, edhe një lloj deklarate që ka bërë edhe Komiteti Musliman i Shqiptarëve, që jep një lloj sqarimi pse ndodhi ky incident, në fakt një sqarim i cili duhet thënë që u mbyllën të gjitha komentet, nuk u lejuar të komentojë sepse irritimi ishte masiv i gjithë besimtarëve musliman. Do ta pyesim pas pak ish muftiun për çfarë arsye ndodhi kjo gjë, dhe fakti tjetër ishte që ai, domethënë Komiteti Musliman i Shqiptarëve jepte disa sugjerime se si duhet të ndodhi falja në kushtet e shtëpisë ose kudo që jeni. Kështu ta sqarojmë vetëm pas pak. Më pas sigurisht është e hënë, do të jetë Denisa Shyli, astrologja jonë, që do të na thotë në lidhje me shenjat e horoskopit për 31-shin për të mbyllur muajin, por edhe për këtë javën e parë të prillit, shumë interesante duhet jetë, dhe se si jemi në pas, që ndodhi eklipsi. Eklipsi. Në 29. Djetë gjë në eklipsi juve, se në tha dhe për dita që në eklipsa... Po në ato fruta që kështë lënë jashtë i hëngra, se nuk... I hëngret i ato?
edhe ujnë e piva se... Po unë ditën e eklipsit nuk e mbaj mend, a takova njëri ditën e eklipsit, unë jo isha në punë. Të shtunën? Po. Isha në punë, nuk takova njëri. Takova për punën aty, po... Gjithsesi ta pyesëm Denisën çfarë ndodh tani më mbrapa eklipsit për gjitha shenjat. Ata kanë ndonjë ndikim si qytet? Edhe si do jetë ky muaj, do ketë çik begati për ne të mirët? Po, për dashën, besoj se po, se jemi në ditët tona. Në ditët tona. Në muajin tonë. Me zor po presim këto ditët tona. Po, e qartë edhe më pas, me qënë se ajo ka ardhur në Tiranë, s'kishte se si, mos ishte tek ne Gjini Garuli, që ne kemi pasur pas here në emision, edhe për jetën e saj, por edhe pjesë e paneleve që kemi diskutuar në studio, por sot vjen thjesht për të ndendur, për të bërë muhabet këto, si që shtek, po ardhë të atakuar në, për të atakuar live, për të thënë që është vërtet reale apo surreale. Mirë që si tham kujtim gjuzit që do ishte Gjini sot, se do e kishim të derë. Do ishte një buqet me trëndafila të bardhë, pa diskutim. Jo, një buqet me telefona nga dollari, dhe di fatë kështu, i ka me telefon kujtim. Mund të bëj reagimin, gjithsesi, mund të bëj reagimin. Mund të bëj, dakord jemi. Dhe sigurisht pastaj është hapësira e kuzhinës që e dini shumë mirë që është çdo ditë. Okej. Ikim tani në reklama, kthehemi pas pak. Ikim. Jemi pikërisht në periudhën e kalimit nga stina e dimrit tek stina e pranverës dhe sigurisht rrezet e diellit janë ende më të forta në lëkurën tonë. Për këtë ne do të flasim me farmacisten Amarida Lame se çfarë ndikimi kanë rrezet e diellit në lëkurë, por edhe për kujdesja që duhet kemi gjatë kësaj periudhe. Amarida, si je? Përshëndetje. Këtë periudhën tashmë që rrezet e diellit ndikojnë edhe më shumë në lëkurën tonë. Çfarë ndikimesh kanë rrezet në lëkurën që është më ekspozuar, që është fytyra? Pranvera në fakt vjen me disa ndryshime dhe problematika në lëkurën tonë dhe duke qenë se lëkura në pranverë është më e ndjeshme, ka një risk të lartë për të shfaqur alergji dhe acarime të ndryshme, është shumë e rëndësishme që edhe produktet e mbrojtjes nga dielli të jenë specifike, të jenë delikate dhe të ofrojnë një spektër të gjërë mbrojtës, qoftë nga rrezet UVA, UVB. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne të kemi një faktor mbrojtës të lartë, ndryshe nga në dimër që mund të qëndrojmë tek SPF 30 edhe jemi jo shumë të rregullt edhe tek ai riaplikimi i kremrave të diellit. Në pranverë dhe verë ne duhet ta riaplikojmë kremin e diellit kur jemi të ekspozuar në rrezet e diellit, kur jemi në ambientet jashtë dhe gjithashtu faktori mbrojtës e mira është të jetë mbi 50 SPF. Me që jemi të kremi i diellit duhet të përdoret gjatë periudhës së verës dhe pranverës çdo 2 orë. Nëse ne jemi në ambiente brenda ku nuk jemi të ekspozuar drejt për drejt me rrezet UV, atëherë ai mund të qëndrojë, pra mund mbaj më gjatë. Në momentin që ne jemi të ekspozuar jashtë, hym dalim shpesh herë, atëherë mira është që të riaplikohet 3-4 herë gjatë ditës, pra çdo 2 orë në ato oraret e pikut që është ora 10 deri në 4 mbasdite. Në periudhën e dimrit ne përdorim sigurisht një rutinë, një skincare që të veçantë. Ndryshon kjo në periudhën e pranverës? Po, ndryshon sepse edhe lëkura jon ndryshon. Pra në periudhën e pranverës dhe të verës ne kemi nevojë për më pak produkte, pasi lëkura ka predispozit të djersisë, të ytyroset më shumë, ndaj produktet duhet të jenë sa më gel, fluide dhe të lehta. Ndryshe nga në dimër ku kemi një predispozit që lëkura të thahet dhe të jetë më ashpër, të jetë dehidratuar dhe rutina është e nevojshme të jetë me produkte të cilat kanë në përmbajtje vajra gjalpe bimore, vitamina, të cilat kyçin lagështinë në lëkurë dhe nuk lejojnë dehidratimin dhe tharjen e lëkurës. Përpos njollave kafe që na shfaqen tashmë nga rrezet e diellit, cilat janë problematikat e tjera që duhet kemi kujdes? Pra hiperpigmentimi, siç ti e the, është një nga kryesoret të cilat në periudhën e pranverës fillon lulëzon dhe sidomos tek vajzat të cilat vuajnë nga njollat kafe, melazmat, qukat, ato në këtë periudhë fillojnë edhe dalin më shumë në pa, ndërsa në periudhën e vjeshtës dhe të dimrit zbehen natyralisht. Një problematik tjetër është mbi prodhimi i sebumit apo i yndyrës ndryshe, i cili krijon një tendencë për të bllokuar poret, për të shfaqur akne tek ato lëkura të cilat janë proakneike dhe kanë predispozit që të shfaqin akne. Kjo pasi duke mos patur një rutinë për kujdesi të rregullt, mbi vendosja e yndyrës në pore oksidohet dhe më pas në sjell pjesën e bllokimit të komedoneve apo të akneve në lëkurë. Cilat janë trajtimet që duhet i ndjekim në këtë periudhë?
Për sa i përket pjesës së rutinës, është shumë e rëndësishme në përditshmëri ne të kemi një larë specifik për lëkurën, hidratim dhe mbrojtje nga dielli, ndërsa tek trajtimet estetike apo ato klinike, në periudhën e pranverës dhe të verës, ndryshe nga në dimër, duhet jemi pak më të kujdesshëm në përdorimin e pilingjeve, pra acideve eksfoliuese, trajtimeve me mini-invazive apo trajtimet me lazer. Në rast se këto procedura aplikohen, atëherë ne duhet të shmangim ekspozimin drejt për drejt në diell dhe duhet të jemi të kujdesshëm me rutinën e rindërtimit të barrierës lëkures. Ndërkohë, pastrimet e thella të fytyrës, trajtimet rigjeneruese, ato mund të bëhen pa problem dhe e ndihmojnë lëkurën tonë që ajo edhe në periudhën e pranverës dhe të verës të qëndrojë e freskët, të qëndrojë e pastër dhe e hidratuar. Sa shpesh rekomandojnë që të bëhen? Jo më shpesh se një herë në muaj. Pra, lëkura jon ka një cikël, çdo 28 ditë një qelizë më shumohet në 2 bija dhe mirë është ne të mos e prishim atë ciklin e natyrës që kemi, që lëkura jon ka. Ndaj një herë në muaj është periudha më e afërt që mund të bëhet një trajtim fytyre. Gjithmonë në rastin kur ka problematika dhe është një lëkurë që ka tendencën të mbi ngarkohet nga pikat e zeza, milia diamore apo problematika. Nëse ne kemi një lëkurë të shëndetshme, atëherë edhe një herë në 6 muaj mund të shkojmë në trajtimet mirëmbajtëse. Po, maskat që i bëjmë në kushtet e shtëpisë, janë të rekomandueshme? Nëse flasim për maskat të cilat janë pa përbërës agresiv, patjetër, asgjë nuk i bën dëm, po, patjetër. Domethënë fruta të ndryshme të blenduara, të cilat bëjnë një lloj zbutje të lëkurës, patjetër që mund të përdoren. Tani normalisht produktet të cilat janë krijuar enkas për trajtimin e lëkurës sigurisht kanë një performancë shumë të lartë në raport me një maskë në kushte shtëpie, pasi lëkura jonë nuk ka mekanizma ti tresi apo ti përthithi ato produkte që ne vendosim, por sigurisht një zbutje, një hidratim e japin. Gjithmonë flasim për produkte të sigurta, pa aciditet, jo erëza të ndryshme, jo produkte të cilat mund të shfaqin alergji, pasi shpesh herë këto produkte si kanella, soda e bukës në limon janë tepër agresive për lëkurën, prishin barierën mbrojtëse të lëkurës tonë dhe shpesh herë mund na krijojnë më shumë dëm në lëkurë se sa të mira. E vërtet. Gjëja kryesore në këtë periudhë është pikërisht kremi i diellit, a? Është kryesorja, pra nëse flasim për një produkt kyç, sigurisht rutina e larjes dhe hidratimit është minimalja, por nëse flasim për një produkt dhe asgjë tjetër, është kremi i diellit patjetër, që të ofrojë mundësisht një hidratim të lehtë të lëkurës dhe të ofrojë efektin mbrojtës. Sa i përket akneve, në këtë periudhë kemi më shumë të predispozitën që na shfaqen më shumë aknet? Patjetër. Nga se vi nga djersë ndoshta? Janë shumë faktorë në fakt që krijojnë tendencën e akneve në këtë zonë, në këtë sezon. Kryesisht lëkurat të cilat vuajnë nga rozacea, nga një mbindjeshmëri lëkure, dielli i acaron edhe më shumë dhe ato skuqen dhe kanë një predispozit për akne të imta të rozë të shfaqura në gjithë fytyrën. Gjithashtu në trup, nga aktiviteti fizik më shpesh në këtë periudhë, daljet më të shpeshta, djersitja, krijon një tendencë për të shfaqur më shumë akne. Sigurisht flasim për këto aknet e lehta, sepse në momentin që ne kemi një infeksion në lëkurë, ajo nuk njestin. Por periudha arritja e temperaturave, djersitja, mbivendosja e yndyrës është ajo që i shpeshton dhe ka tendencën t'i agravojë edhe më shumë. Sa i përket pikave të zeza, ne shpesh herë kemi predispozitën që të bëjmë avull në shtëpi, sa e ndihmon kjo lëkurën? Në fakt, nëse do flisja për diçka që nuk duhet bërë në shtëpi, është pikërisht ekstraktimi dhe pastrimi i pikave të zeza. Kjo sepse ka një taktik pastrimi të pikës zezë. Së pari, ne vetë mund të heqim vetëm majën e icebergut dhe pjesa tjetër mbetjet krijojnë inflamacion dhe krijojnë një mini infeksion në lëkurë dhe kjo bën që ne të nesërmen të zgjohemi me akne. Prandaj taktika e pastrimit pikës zezë është shumë e rëndësishme të bëhet nga një estetiste apo infermiere. Më pas janë produktet disinfektuese antibakteriale, ato të cilat përdoren në kabinë dhe bëjnë diferencën në një pastrim, sepse në kushte shtëpie ne mund ta traumatizojmë lëkurën dhe jo vetëm të zgjohemi me një akne, por mund të krijojmë aty një shenjë, një dëmtim, lëmgrobza në lëkurë të cilat janë shumë të vështira më tej për të ripërtërir. Faleminderit shumë për gjitha këshillat. Kënaqësi.
Jemi në studio, jemi rikthyer pas disa këshillave për lëkurën, sigurisht janë gjithmonë të nevojshme, sidomos gjatë kësaj periudhe, por Denisa shyllen na jep nga ato këshillat e tjera që kanë të bëjnë pak më edhe me shpirtërore, me atë mendore, me planetet që lëvizin, me një eklips që kaluam. Dhe me ndryshime që priten që të ndodhë këtë muaj, apo jo Denisa, mirëmëngjes, mirësejrë. Mirëmëngjes njëherë dhe shohim që sot ka ardhur me një energji shumë të mirë, je shumë e freskët, shumë solare, që ka ndodhur tashmë se ti... Me kalimin e eklipsit, unë kalova një fazë detoksifikimi, duke filluar që nga eklipsi hënës, lloj aty. Ishte një proces shumë i vështirë për mua, prandaj dhe javën e kaluar isha disi me moral të ulët ose me themi energji të ulët, për këtë arsye, kurse këtë javë duke qenë se eklipsi kaloi, jemi fillim i ri. Fillim i ri është kjo. Okej. Sa bukur. Dhe ka ndikuar tek gjitha shenjat ky eklips? Gjitha shenjat pozitivisht. Pozitivisht. Mund të ketë dhe persona individual, të cilët mund të vazhdojnë që të jenë pak me energjinë e vjetër. Kjo është një fazë e cila mund të zgjasë deri edhe 10 ditë. Gradualisht do të rritet. Unë mendova se është edhe sot me që se është dita e fundit të këtij muaji. Do rritemi pra. Dhe thash nga nesër mund të ndryshojë. Arsyeja që dita e sotme mund të jetë disi kemi pak të shpërndarë dhe në energji, është se Mërkuri është në gradën e fundit të peshëve, domethënë që edhe logjika jonë, intelekti jonë është pak i shpërndarë. Gjatë kësaj jave nuk kemi asnjë lëvizje të rëndësishme planetare, të gjitha në planetet do vazhdojnë që të jenë në rrugën e tyre. Prandaj kemi një kënd pozitiv midis Saturnit dhe Uranit. Domethënë java në përgjithësi është në ndikime pozitive. Jemi në një energji që sapo vjen dhe po rritet. Ndikimi më i madh i eklipsit që sapo kaluam, e thash edhe javën e kaluar, por ripërsërisht ishte ndarja e shapit me sheqeri. Kjo është edhe për sa i përket edhe brenda nesh. Pra, jemi më të aftë për të perceptuar, jemi më të qartë në idetë tona, jemi më të aftë për të perceptuar situatën që na rrethon, ambientin, personat. Në qoftë se vazhdojmë që të jemi aktualisht në këto momente, siç po e kuptohesh edhe Romina, që jemi në energji pak më të ulët. Është çështje shëndetje. Okej, virozat i kemi në përkëmb, ajo është diçka që nuk kemi së çfarë të bëjmë. Gjithsesi, për të gjithë ata persona që ndjen kështu, është siç e thash, ndaj 10 ditëve do të vazhdojnë që të rriten energji dhe ndërkohë që të gjithë ata të tjerë që mund ta kenë të kaluar këtë fazë 2 javë përpara ose gjatë këtyre 2 javëve, ata që u kanë ngelur do ta kalojnë gjatë këtyre 10 ditëve, kështu që nuk është ndonjë term. 10 ditë ta shihni se pra do jetë në rritje, në datën 9 shipen në Rominë. Ne koltuku këtej. Cini të dy, ë? Pa, edhe unë jam kështu sot si me Gjudi morale. Nisi me dashin. Atëherë, shenjat kardinale janë shumë të ndikuara. Pari është dashi, kemi diellin këtu, normalisht do të kemi një energji shumë të lartë. Por, duke qenë se kemi shumë kalime tashmë tek shenja e peshëve, energjia vjen dhe duke u luhatur. Ana pozitive është se jemi më të aftë për të perceptuar botën tonë të brendshme, ndërkohë që ana negative e gjithë kësaj është se mund të kemi vështirësi për të artikuluar atë çfarë kuptojmë. Shumë e vërtetë. Mëngjes sot çdo fjalë gabime kam thënë. Prandaj jam këtu t'ju shpjegoj se shumë e vërtetë, Denisa. Na qartësot. Pikës i ka rënë. Gjithsesi, kjo është dita e fundit, duke qenë se nesër Mërkuri, dhe pse do të vazhdojë që të jetë tek shenja e peshëve, do të dalë prej gradës së fundit të këtij dhe do të jemi më të aftë për të artikuluar tashmë veten tonë, mendimet tona, të njëjtën kohë për shenjën e dashit, duke qenë se eklipsi i diellit që sapo ndodhi, domethënë dhe fillimet të reja pothuajse në çdo fushë jetës së tyre, në të vërtetë unë këtë javë do të këshilloj të gjithëve që të mbajnë pak më tepër shënime për gjërat që ndoshta ju vinë në mendje, sepse do të kemi fantazi shumë të lartë. Mund të kemi gjejmë zgjidhje për këtë arsye dhe problemeve aktuale, të njëjtën kohë mund të gjejmë edhe ose më themi të krijojmë diçka të re, ndërkohë që performancën e kontratave për përsëris është pas retrogradës së Mërkurit, i cili do të mbarojë në datën 8. Pra nuk është se kemi një periudhë shumë të gjatë, ndërkohë që këtë javë mund ta përdorim për të mbajtur shënim mendimet tonë. Okej, super. Shënimet shfaqen nga data 8 pastaj. Okej, super. Jemi tek Demi. Jemi tek Demi. Atëherë për Demin është një javë vërtet pozitive.
kalimi i dy planeteve personal tek shenja e peshqve përshën e Demit në të vërtetë do më thënë diçka pozitive, edhe pse drejtuesi i tyre Venusi është në retrograd, duke qenë se tashmë është në takim edhe me njën veriore, që do më thënë që shton fatin atyre, dhe mbi të gjitha i shtyn drejt realizimit të ëndrave të tyre. Kjo javë mund të them që do të nënvizohet pikërisht nga kjo, përshën e Demit, realizimi i ëndrave, edhe në qoftë se nuk hedhin hapa këtë javë, do të jenë shumë të afër të perceptuar se rrugën që duhet të ecin, mund të marrin propozime të shumta, si nga shoqëria e tyre, që do të ndihmojnë në realizimin e karrierës së tyre, po ashtu dhe më të njihen me persona vërtet shumë pozitiv, të cilët në të ardhmen mund të bëhen dhe personat e tyre të zemrës. Për ata të cilët mund të kenë pasur probleme në marrëdhënie në çift, kjo është një javë vërtet shumë pozitive për të komunikuar në mënyrë pak më romantike, për të rregulluar problemet e dukshme. Gjithsesi ditën e sotme do t'i këshilloj që të anashkalonim. Ndërkohë që duke filluar nga dita e nesërme do të jemi vërtet në një fazë më pozitive. Super. Jemi tek shenja e binjakëve. Atëherë për binjakët, edhe pse ka një pozitivitet të lartë në atmosferë dhe kemi edhe diellin tek shenja e dashit, që do të thonë dhe për ta jemi drejt rrugës të realizimit të qëllimeve tona, mund të kemi një jetë sociale shumë më aktive. Për shenjën e binjakëve mund të kemi disa probleme ose vonesa, më mirë të them, për sa i përket karrierës së tyre, duke qenë se Merkuri është në retrograd. Sidomos dita e sotme mund të shënohet pikërisht nga kjo, gjërat të cilat mund të kenë pritur, do të marrin vesh, mund të shtyen edhe për një farë periudhe. Gjithsesi, kjo në bazën e saj nuk është diçka negative, është një fazë për të reflektuar dhe për të vëzhguar mirë ambientin. Në këtë pikë do t'i këshilloj që ta vëzhgoni më mirë, pra pikërisht te karriera. Ndërkohë që do të kemi zhvillime të shumta për sa i përket çështjeve të zemrës për shenjën e binjakëve. Këtu më tepër do të jetë e vlefshme për sa i përket personave që vijnë nga e shkuara ose lidhjeve aktuale. Mund të kemi rikthime të shumta, por më e rëndësishme është që do të kemë vështirësi për të perceptuar nëse janë të duhur, prandaj do të këshilloja shenjën e binjakëve që këtë javë të mbani shënim pikërisht në lidhje me këtë temë, pra personat e zemrës së tyre. Okej, mbani shënime. Javën tjetër pastaj çfarë më bën? Gaforja. Për gaforen jemi në fazën e rritjes së hënës. Vazhdojmë që të jemi në fazën e hënës së re gjatë ditës së sotme, ndërkohë që nesër do të kalojmë tek një fazë e re, që do të thonë që mund të fillojmë që të hedhim hapa drejt qëllimeve tona. Për shenjën e gafores, eklipsi i diellit ishte vërtet shumë i fuqishëm sepse ndriçonte tek karriera e tyre. Kjo do të thonë edhe pozicioni që ne kemi në shoqëri, për këtë arsye për shenjën e gafores do të thonë që tashmë do të kalojmë në rritje. Të gjitha pengesat të cilat mund të kenë qenë deri tani ose dhe vonesat, për gjatë kësaj jave do të fillojmë që të vëmë re mënyra për të zgjidhur ato. Në disa raste mund të zgjidhen dhe vetvetiu. Mund të marrim propozime të shumta dhe mund të kemi zhvillim shumë të madh në lidhje me karrierën. Për sa i përket çështjeve të zemrës, shenja e gafores mund të them që është shenja më me fat e kësaj jave, sepse do të kemi edhe një kënd pozitiv midis Marsit dhe Venusit. Këtu do të më duhet të them që mund të marrim një komunikim, mund të kemi një rrjet komunikim shumë të zgjeruar, mund të kemi njohje të shumta, duke qenë se do të jetë një javë ku mund të jenë më social si persona, prandaj dhe mund të njihemi me persona të rinj ose dhe mund të kemi edhe rikthime, por në këtë raste jo nga ish-partnerët, rikthime nga shkuara e personave të fëmijërisë, ndoshta apo të njohur, të cilët mund të bëhen personat e zemrës. Edhe këta në të ardhmen. Shumë interesant, jo për moment. Jo për moment. Kalojmë tek Luani? Luani më së fundi, më duhet ta them, për këtë muaj, për muajin prill, pra, është futur në një fazë më pozitive. Për ta do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe në karrierë, por për momentin do të këshilloja që të fokusohem më tepër tek bashkëpunimet. Të gjitha bashkëpunimet që kanë bërë deri tani do të fillojnë që të japin frutat e tyre, ndërkohë që për ato që kanë qenë problematike, duke qenë se eklipsi i diellit. Ndërkohë që do të më thënë fillime të reja, do të thotë edhe përfundime, do të këshilloja që nëse është diçka problematike, tashmë ta lejnë, ta nxjerrin nga jeta e tyre, sepse do të mund që të, ose më themi, do të duhet që të lënë vend për diçka të re më pozitive në jetën e tyre. Për sa i përket trashëgimive apo edhe çështjeve që kanë të bëjnë me të ardhurat të përbashkëta, kjo është një javë që do të jetë vërtet shumë aktive, do të jetë shumë aktive edhe për sa i përket çështjeve gjyqësore, nëse kemi një gjyq të hapur, në përgjithësi do të jetë për sa i përket të ardhurat materiale, por mund të jetë edhe në lidhje me mosmarrëveshje që mund të jenë midis çifteve, pra në lidhje të çështjeve të zemrës, pra divorce e tjera. Këtu mund të kemi mbarimin e këtyre çështjeve ose mund të futemi tashmë në fazën e përfundimeve. Të mos harrojmë që periudha që po jetojmë tani janë hapat e para të një procesi vërtet shumë të gjatë që do të zgjasë 6 muaj.
për më tepër dhe Neptuni kaloi tek shenja e Dashit dhe kjo për shenja Luanit domethënë diçka vërtet shumë pozitive sepse është një tjetër shenjë zjarri. Gjithsesi, këshilla ime do të ishte për shenjën e Luanit që të fokusohesh më tepër, të paktën çdo javë tek të ardhët materiale të përbashkëta në mënyrë që të mund të krijojë një stabilitet duke filluar që nga java tjetër. Këtë javë më tepër është një javë vrojtimi për të gjitha shenjat. Kemi një ndikim vërtet shumë të rëndësishëm për shenjën e Luanit. Kjo është për sa i përket botës së tyre të brendshme, e cila mund të jetë pak e ngarkuar sepse mund të përballen me disa probleme që mund të i kenë mbartur nga e shkuara. Kjo mund të shkaktojë edhe probleme në anën e tyre shëndetësore fizike, pra stresi i madh i akumuluar mund të shkaktojë edhe probleme në anën e tyre fizike, në shëndetin e tyre. Prandaj do të këshilloj që edhe këto, nëse kemi mundësi të komunikojmë me shoqëria në këtë rast, është vërtet shumë një vend pozitiv ku mund të komunikojmë të zgjidhim këto probleme. Për të shprehur pra. Për të shprehur, mund të marrim të këshilla shumë të mirë për tyre. Interesante. Okej. Virgjëresha. Virgjëresha. Atëherë, për Virgjëreshën jemi futur në një fazë të çuditshme, këtë më duhet ta them. Ka ndryshime shumë të mëdha në jetën e saj. Ose të ti, varet se çfarë qëndrimi jemi, gjithsesi, si shenjë, kemi shumë ndryshime, duke qenë se dhe Mërkuri, drejtuesi i tyre, u rikthyet tek shenja e Peshqve. Dita e sotme, do të të them që mund të jetë e shënuar disi nga pengesa ose dhe vonesa për shenjën e Virgjëreshës, duke qenë se Mërkuri, drejtuesi i tyre, nuk është se ndihet mirë. Kjo sidomos për sa i përket komunikimit që kemi brenda çiftit. Në këtë pikë, shenja e Virgjëreshës do të duhet që të jenë shumë vigjilent për të krijuar kufin të shëndetshëm, në mënyrë që të komunikojnë dhe të shprehë mendimet e tyre në mënyrë të saktë, të artikulohen mirë. Mund të jenë pak të shpërndarë dhe të fokusohen vërtet shumë tek detajet e gabuar, gjithsesi kjo është e vlefshme më tepër gjatë ditës së sotme, do të fillojë që të zbutet gjatë pjesës tjetër të javës. Për shenjën e Virgjëreshës kemi edhe diçka tjetër, edhe për këta janë shumë të vlefshme marrëveshjet që kanë bërë në të shkuarën për sa i përket të ardhurave materiale. Këtu do të duhet të them që jemi futur në një fazë përfundimi tashmë. Pra, ose do të marrin të ardhur materiale të mira të punës që kanë bërë, ose në disa raste do të kemi përfundime pothuajse të menjëhershme dhe këto mund të përfundojnë dhe në mënyrë pak negative, do të duhet të them, ose më të themi të sforcuar. Gjithsesi, për shenjën e Virgjëresës, kjo javë është një lloj si për shenjat e tjera që është një javë të cilën duhet të vërtetohen mirë në mënyrë që të fillojmë që të kemi një rritje shumë të mirë materiale duke filluar nga java tjetër. Do të kemi edhe për këta një imagjinat vërtet shumë të zhvilluar dhe mbi të gjitha mund të gjejnë edhe zgjidhjen në lidhje me problemet që mund të kenë pasur me karrierën e tyre. Dhe do të marrin ndihmë në qoftë se dinë se si ta kërkojnë edhe nga partnerët e tyre, por edhe nga personat që kanë rreth rrotull që kalojnë më tepër kohë. Gjithsesi, deri tani jemi të gjithë me blok në dorë. Po, me blok shënimesh. Kjo javë është duhet kemi blokun në dorë. Tani vazhdojmë tek peshorja. Okej, peshorja. Me blok pa blok. Jemi të gjithë me blok. Okej, super, dhe peshorja. Peshorja ka vetë balancë. Po. E ka vetë blokun. Tenton. Ka vetë balancë. Në këto momente ka një balancë vërtet shumë të mirë, për fat të mirë. Duke qenë se drejtuesi i tyre Venusi, edhe pse është në retrograd, është rikthyer tek shenja e Peshqve, ku ndihet mirë. Kjo për shenjën e Peshorës do të thonë një rritje vërtet shumë e madhe në mirëqenie. Ndikimi më i madh që do të ketë për shenjën e Peshorës kësaj jave është të perceptojë mirë se cilat janë vendet ku ajo do të investojë, kohën e saj, paranë e saj, pra të gjitha të ardhurat e saj, le të themi, për këtë arsye, gjatë kësaj jave do të jetë një javë në të cilën do të kemi zhvillim vërtet shumë të madh për të. Zhvillimi i madh do të vijë për sa i përket vendet ku ata punojnë. Pra, ambienti ku punojnë do të kemi zhvillime të shumta, mund të kemi një rregullim të dukshëm këtu, sepse do të kemi shpërndarjen e çdo lloji toksiciteti që mund të ketë ekzistuar. Do të kemi fillime të reja dhe mbi të gjitha çdo problem që mund të ketë ekzistuar në çift. Eklipsi i diellit që sapo ndodhi, domethënë përfundime të gjithçkaje që është problematike. Fillimi një faze të re dhe për të gjithë ata që kanë qenë në një lidhje problematike, kjo do të thonë që problemet do të mbarojnë në një mënyrë ose në një tjetër, jo dihet. Ndërkohë që për ata të cilët nuk kanë qenë në një lidhje, kjo do të thonë pikërisht mbarimi i kësaj faze. Pra, mbarimi i periudhës që ka qenë vetëm dhe fillimi një faze të re vërtet shumë pozitive. Gjithsesi, si për të gjithë ne dhe për shenjën e Peshorës, do t'i këshilloj që këtë javë të mbani më tepër shënime dhe janë shenjat të cilët janë më tepër fat sepse mund të fillojnë dhe rutina të shëndetshme vërtet shumë
që do të rezistojnë kohës. Kjo do të jetë e vlefshme edhe për sa i përket shëndetit, pra gjitha problemet shëndetësore që mund të kemë pasur gjatë kësaj periudhe do të futen në një fazë që tashmë do të zbutet dhe pastaj mund të mbarojnë komplet. Për të shkuar të doktori, si gjithmonë e dini, nëse keni probleme, këshilla është angelet e njëjta. Për problemet që janë aktuale, mund të kenë dalë pak më tepër në skenë gjatë javës së kaluar, edhe pse tashmë në këto momente mund të duken sikur janë zbutur, gjithsesi do të këshilloj që të shkoni përsëri te doktori, në mënyrë që të merrni masa që diçka të mos kthehet në kronikë ose të mos vazhdojë për një periudhë të gjatë. Interesante. Shumë interesante. Kemi akrepi. Akrepi është në një fazë vërtet shumë të madhe zhvillimi. Zhvillimi më i madh që do të ketë akrepi gjatë kësaj jave, edhe për këtë do të jetë tek karriera e tyre, por në këtë rast në lidhje me marrëdhënien që kanë me kolegët e tyre, se përpret tyre mund të marrin një mbështetje shumë të madhe, në mënyrë që ta realizojnë qëllimet që ata kanë në lidhje me karrierën gjithmonë. Shenja e akrepit është edhe një nga shenjat e cilat do të ketë një fat shumë të madh për sa i përket çështjeve të zemrës, do të jenë shumë kreativ, do të ndjen shumë romantik, kemi rikthimin edhe të Venusit tek shtëpia e tyre 5, domethënë edhe një rritje në fat, në mirëqenie nga ana ekonomike, po ashtu dhe një rritje në mirëqenie për sa i përket gjendjes së tyre shpirtërore në lidhje me marrëdhëniet sentimentale. Do të kemi rikthime nga shkuara, kjo është pothuajse automatike në këtë periudhë retrogradash, por mund të kemi edhe fillime të reja, të cilat në përgjithësi do të duken pozitive, të paktën për shenjën e akrepit. Kemi edhe, ose më themi, edhe shenja e akrepit është në ndikimin shumë të madh të këndit pozitiv që është midis Venusit dhe Marsit, duke qenë se Marsi është një prej drejtuesve të tyre. Për këtë arsye, gjatë kësaj jave, të gjithë ata që janë tek shenja e akrepit, do të këshilloj që të shijonin pak më tepër, dhe ndryshe nga shenjat e tjera, do të këshilloj që ta linin veten tyre pak më të lirë, të mos fokusohen tek shumë më tepër tek detajat ose të mos bëhen shumë detektiv, por që të shijojnë momentin, sepse kjo është një javë vërtet shumë pozitive. Gjithsesi për shëndetin, si të gjitha shenjat e tjera, do të këshilloj që të jenë pak të vëmendshëm. Shënime për shëndetin. Shënime për shëndetin, po. Shigjetari është në një fazë dhe këta pozitive. Gjë më e madhe pozitive që kemi është se kemi vërtet shumë fat. Jemi futur në një periudhë vërtet shumë të madhe, ku kemi zhvillime shumë të mëdha, më mirë të themi, në lidhje me këtë çështje. Fantastik. Do të kemi zhvillime për ata të cilët janë me fëmijë gjatë kësaj jave, mund të kemi mbarimin e problemeve që mund të ekzistuan në jetën e fëmijëve të tyre. Nëse kemi pasur probleme me shëndetin, kemi mbarime në lidhje me këtë pikë. Në qoftë se kemi pasur probleme me shkollën e fëmijëve, mbarime në këtë pikë. Për ata që nuk janë më fëmijë, por dëshiron të bëhen, kjo është një javë vërtet shumë fantastike. Jemi në fazën e hënës së re, pra fillime të reja në këtë pikë. Ndërkohë që është e njëjta gjë e vlefshme dhe në lidhje me çështjet e zemrës. Për shenjën e shigjetarit, më së fundi jemi futur në fazën ku vërtet do të futen në jetën e tyre persona pozitiv, të cilët nuk mbartin diçka toksike, ose nuk kërcejnë diçka toksike në jetën e tyre. Normalisht që këshillohet që gjatë kësaj jave të vrojtohen në mirë situata, të marrim gjërat pak më tepër sportivitet, ose më të themi më moderitet. Do të jemi shumë aktiv gjatë kësaj jave, kemi një energji shumë të lartë, edhe pse kemi rikthimin e Venusit dhe të Mërkurit tek shenja e peshqeve, për shenjën e shigjetarit vazhdojnë që të jenë vërtet aktiv. Duke qenë se përmenda këto rikthime, për shenjën e shigjetarit, do të ndoj të them që do të mbyllemi dhe fazat e çështjeve problematike që mund të kenë ekzistuar brenda familjes, ose tek vendi ku ata jetojnë. Këto marrëdhënie do të fillojnë që të rregullohen, nëse kemi pasur problem në lidhje me shëndetin e familjarëve, gjatë kësaj jave do të fillojmë që të shikojmë se ku është zgjidhja, ose çfarë masash duhet të hedhim në mënyrë që të kemi një jetë më komode brenda familjes ose shtëpisë tonë. Pra në lidhje me shenjën e shigjetarit, vrojtimi do të vi pak automatik, le të themi, ndërkohë që për shenjat e tjera duhet të mbajnë shënime, për shenjën e shigjetarit do të vi automatik. Okej, super. Jemi tek Briciapi. Atëherë, Briciapi ka një zhvillim vërtet shumë të madh në këtë periudhë që jemi aktualisht. Komunikimi i tyre është vërtet shumë efektiv, përveç ditës së sotme, sepse është e vështirë për të gjithë ne, por në përgjithësi pjesa tjetër e javës do të jetë vërtet shumë efektiv në lidhje me komunikimin e tyre. Udhëtimet të cilat mund t'i kenë shtyr gjatë kësaj jave do të rikthehen në skenë. Mund të kemi rikthim me të temave që kanë ekzistuar me familjarët e tyre, sidomos me vëllezërit dhe me motrat. Në qoftë se këto kanë qenë problematike, tashmë do të futen në një fazë shërimi, vërtet shumë të madhe. Bile nga këto marrëdhënie mund të lindin dhe bashkëpunime të shumta, të cilat mund të sjellin atyre të ardhurat të mira materiale.
Përsa i përket ardhur materiale, këtu mund të fillojmë që të shikojmë ndryshime të shumta gjatë kësaj jave edhe në lidhje me vendin ku ata jetojnë, brenda shtëpisë, ku do të kemi një rritje në mirëqenie gjithmonë, këto në qoftë se arrim që të perceptojmë mirë ose të nënvizojmë mirë detajet e rëndësishme dhe të mos humbasim në ëndra në mendimet tona. Përshën e Bricjapit, do të dëshiroj që të thoj edhe këtë, ky eklipsi i diellit vërtet që do të thotë mbarimi i problemeve që mund të kenë ekzistuar në banesën e tyre fizike. Pra në qoftë se kemi pasur probleme me vendin ku ata jetojnë, në qoftë se kemi pasur vështirësi për të paguar qiran, ose kemi pasur ëndrrën tonë për të blerë një shtëpi, por nuk kemi pasur mundësi, për shenjën e Bricjapit, kjo javë do të shënoj pikërisht fillimin e zgjidhjes së këtij problemi. Mund të kemi mundësi të shumta në lidhje me këtë pikë, nëse dëshirojmë që të zhvendosem në një vend që është më i përshtatshëm për ne. Kjo është java ku mund të përballemi me mundësinë në lidhje me këtë, mund të marrim propozime ose mund të përballemi me personë të cilët do të na ndihmojnë në lidhje me këtë pikë. Mund të mendohet si opsion. Është vërtet shumë pozitive, gjithsesi zhvendosjen vetë do të këshilloj normalisht pas retrogradës së Mërkurit që është në datën 8. Pas datës 9 mund të kemi zhvendosje. Do prisni këtë 10 ditë shtupat. Ujori. Me dallë, pa dallë. Ujori është pa dallë në këto momente. Jemi në një fazë pozitive. Jam vërtet me fat sepse dhe ky eklipsi i diellit që ndodhi është në një grad pozitive me Jupiterin, cili është tek shtëpia e tyre 5. Pra komunikimi i tyre është vërtet shumë efektiv gjatë kësaj jave dhe gjatë gjithë muajit në vazhdim, do të duhet të them. Përsa i përket kësaj jave, le të kthehemi tek çështjet aktuale, do të kemi një ndryshim shumë të madh përsa i përket vlerave që ata kanë me veten e tyre. Do të keni vetë vlerësim më të lartë, do të jenë shumë më tepër pozitiv, ndaj gjithçkaje të re që hyn në jetën e tyre. Do ta shikojnë me më tepër optimizëm. Kjo do t'i bëjë ata që të kenë një vetë vlerësim më të lartë dhe të mund të përdorin të gjitha mundësitë, oportunitetet që dalin përpara. Do të kemi zhvillime të shumta edhe për çështjet e zemrës, po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me fillime të reja që kërkojnë kreativitet, pra që kërkojnë një farë fantazie për të filluar. Kjo është një javë në cilën do të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh në këtë pikë, ndërkohë që siç e përmendë dhe komunikimi do të jetë shumë efektiv dhe këto do të arrijnë që ta përdorin pikërisht për këto fillime të reja, mund të marrin një ndihmë shumë të madhe edhe këta nga shoqëria e tyre. Plutoni vazhdon që të jetë këtu dhe Plutoni për fat të mirë në këto momente kemi në përgjithësi këndë pozitive, kjo i ndihmon shenjën e Ujorit që të kemi një zhvillim vërtet shumë të madh, jam më të aftë për të perceptuar situatën se ku ndodhen, ka një logjik vërtet më të mprehtë, edhe në momente kur gjitha shenjat e tjera ndoshta mund të shpërndahen sepse Mërkuri është pak i shpërndar, duke qenë se gjatë kësaj jave do të kemi këndë pozitiv të Uranit me Saturnin, jam më të përgjegjshëm dhe arrin që të perceptojnë se si duhet të lëvizet. Okej, super. Jemi tek Peshqit. Jemi tek shenja fundit, po. Atëherë Peshqit është aktivizuar përsëri, duke qenë se kemi rikthimet të dy planeteve personal tek shenja e Peshqeve, kjo për ta domethënë një ndikim pozitiv. Në lidhje me komunikimin dita e sotme mund të jetë vërtet shumë e vështirë për ta, sepse një lloj siç është tek shenja e Dashit mund të kemi vështirësi për të artikuluar, do të kenë shumë ide, më themi do të mbyten me ide dhe kjo është arsye që nuk do të përzidhin dot mirë se çfarë do të thonë, por duke filluar nga dita e nesërme do të kemi pothuajse të kundërtën, do të jemi më të aftë për të shprehur, për të artikuluar mendimet tona, do të përzidhim më thjesht se çfarë duam të themi. Në të njëjtën kohë do të kemi zhvillim shumë të madh dhe në lidhje me të ardhurat materiale. Duke qenë se vetë vlerësimi për shenjën e Peshqve do të jetë vërtet shumë i madh. Do të kemi një rritje në mirëqenie për këtë arsye, propozime të shumta pothuajse nga të gjithë. Mbi të gjitha, duke qenë se edhe Saturni, i cili ndodhet tek shenja e tyre, edhe pse i ngushton, ka veti ngushtimi, gjatë kësaj jave do të kemi një kënd pozitiv siç e përmenda me Uranin. Dhe këtu do më thënë që rrethi i ngushtë mund të na sjellë vërtet mundësi të shumta si për të udhëtuar, po ashtu dhe në lidhje me rritjen e mirëqenies tona, nëse kemi pasur probleme me marrëdhëniet me rrethin ton të ngushtë ose me vëllezërit dhe me motrat. Kjo është java që do të
fillim që të zgjidhim këto probleme dhe mbi të gjitha nuk është se do të jenë zgjidhje kalimtare, janë zgjidhje që do të rezistojnë kohës, do të jenë zgjidhje përfundimtare pra. Okej. Deri tani peshqit më duk shumë interesant. Shumë lezetshëm. Më shumë se lezetshëm peshqi. Mbi të gjitha mua më pëlqeu gaforja, se gaforja ishte mbështjellja më e mirë javës. A më me fat për çështjet e zemrës ishte apo? Vetëm më me fat për çështjet e zemrës. Ka ndonjë sheh, domethënë çfarë duhet bërë dhe çfarë nuk duhet bërë këtë javë. Atëherë, gjatë kësaj jave është për të gjitha shenjat. Duke qenë se Mërkuri është tek shenja e peshqve. Dhe mbi të gjitha është në retrograd. Deri në datën 8 do të jetë në retrograd. Pra edhe javën tjetër, të hëndet të marr, do të vazhdojë që të jetë. Këshilla ime do të ishte që duke qenë se Mërkuri tek shenja e peshqve ka një energji që shpërndahet. Pra mund të fokusohemi tek detajet e gabuara, mund të mbytemi në botën e ëndrave, duke qenë se kjo është një shenjë ujë. Për këtë arsye, do t'i këshilloj të gjithëve ne që të mbajmë shënimet të sakta, të bëjmë planin e ditës që nga darka dhe ta aplikojmë gjatë ditës me seriozitet të madh, le të themi, se s'po më vjen fjalë tjetër në këto momente. Pra, kjo është vetëm një mënyrë që të mos na shkasë gjë nga sy dhe të mos humbasim mundësitë që na dalin përpara. Nëse do të jemi të qetë në lidhje me këtë pikë, atëherë do të kemi më tepër aftësi për të parë dhe çfarë mundësish po na dalin përpara. Duke qenë se jemi në një fazë të re, do të kemi shumë mundësi të reja që do të na dalin përpara. Mund të kemi dhe rikthime nga shkuara të mundësive përveçse çështjeve sentimentale. Për këtë arsye, shënimet gjatë kësaj jave do të jenë vërtet. Jemi në hënë të re dhe prihen flokët këtë periudhë, se zgjatin apo? Po. Ndryshime shumë drastike në anën estetike nuk këshillojnë sepse Venusi vazhdon që të jetë në retrograd, por flokët mund të prihen, mund të lyhen, gjithsesi. Mund të qedhemi. Po jo se varet se kur është në mbyllje hëna nuk prihen, pra se nuk të zgjaten. Prandaj e pyetëm, ta dimë ne ç'të bëjmë. Okej, atëherë dita e sotme. Po ju të ato parukiret që thonë me pri kaq edhe pastaj. Jo, Jo, okej. Duke me që o hap fjalat tek prerja e flokëve, atëherë këshillohet më tepër që flokët të priten, kur hëna është në rritje, pra para hënës së plot dhe kur ndodhet tek shenja e luanit. Do na thuash kur ti jetë, që ta di. Ta llogarisëm tamam. Kjo gjë vlen edhe për çunat. Po, keni nevojë për rritje. Mos ju rrit. Se ne çdo javë jemi Po ju do ta në mirëmbajtje. Do ta se ju keni të kundërtën pra. Të tha Denisa që mos e zgjat kot më. Mirë, lash. Faleminderit. Faleminderit gjithë. Faleminderit. Javë të mbar për ty. Javë të mbar dhe juve javë të mbar të gjithë. Ikim në reklama, kthehemi pas pak. Jemi rikthyer në studio, unë thash edhe pak më herët, ajo është mike e emisionit tonë dhe pa diskutim me që ka ardhur në Shqipëri, ne s'mund ta humbisim rastin pa ftuar në studio, pa qenë e prezente këtu. Unë thash në fillim që ta prekim çik është reale apo surreale dhe është kokra e yllit, Gjini Geruli, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Më në fund po takohemi. Mirëmëngjes. Jam shumë e lumtur se megjithëse s'kam qenë këtu kur në studio, më ka marr malli për ju, më ka marr malli vetëm se flisni me Skype edhe. Po ne kemi vite që njihemi tashmë, kemi pas të misi virtuale, paralele. Mirë se erdhe dhe shumë kënaqësi të të kemi në studio. Faleminderit na zbukurove studio. Faleminderit shumë për ftesën. Si ka qenë kjo koha për ty tashmë këto muajt e fundit mbase kanë qenë produktive? Muajt e fundit kanë qenë produktive, kemi folur ne më duket në December, folëm bashkë. Jo, vjet në December, jo, farë vjet. Kemi folë aq shpejt. Kemi folë një herë tjetër. Edhe kanë kaluar vitet shumë shpejt. Para 3 muajsh. Ka qenë produktive. Decembri ka qenë produktiv si gjithmonë. Dhjetori. Më falë, dhjetori. Pastaj erdhi janari. Janari në fakt nuk është shumë produktiv, po si vjet. Ishte mirë. Ka qenë shumë mirë. Okej, super. Ndërkohë, sa ditë ke që ke ardhur në Shqipëri, në Tiranë? Kam gati një javë që kam ardhur në Tiranë. Nuk të kam mbajtur shumë koha këtë ditë. Ka qelluar pak si bereqet. Minuta që arrita në Tiranë filloi shiu edhe dita që do iki do dali djeli. Shi le në Gjermani e stolle me vete këto në Shqipëri. Po më tha mami që në Gjermani tani koha do jetë e bukur, kështu që inshallah. Vjen shpesh në Shqipëri?
Për herë të fundit kam qenë vjet, kam frikë tani se mos e them muajin prap gabim, oktober. Po, ke qenë tetor, po. Faleminderit. Kur thua vjet, do me thënë 2024-ën, apo? Po. Jemi në rregull, okay. 2024-ën. Edhe vi kam edhe gjyshen këtu, që takoj gjyshen. Çfarë marrëdhënie ke me gjyshen? I kam shumë të mira. Gjyshen e kam shoqe. Edhe tani e kam para televizorit, më duke. Përshëndesim. Si e ka emrin gjyshja? Të dua shumë të puthort, mua. Si e ka emrin gjyshja, ta përshëndesin tamam. Nëna Lili. Nëna Lili, të përshëndesim. Faleminderit. Dhe ke një marrëdhënie shumë të ngushtë. Po, e kam shoqe të ngushtë gjyshe. Është ajo arsye që të rikthehen ty në Shqipëri, në Tiranë? Kam edhe tezen. Po. Teze dritën, që dhe atë e kam shoqe të ngushtë. Edhe kam familjen këtu, kështu që ndjej veten gjithmonë të ngrohtë kur vi në Tiranë. Edhe kur zbret nga avioni është një erë, Tirana ka një erë të këndshme që më kujton fëminin, është... Të kthem pas në kohë. Gjithmonë e bukur momenti kur zbret nga avioni, them, është adeu, është toka jote. Sa mirë në Gjermani. Sa mirë se ne po bëm këtë. Ju vetëm ankoheni. Mund ta kishim Në Gjermani, kur e vogël qini? Po, në Gjermani kam ikur gati 6 vjeç. Je rritur atje, ke marrë kulturat e atjeshme? Po, jam rritur atje, besoj se kur je shqiptare në gjak të ngelet gjithmonë pak temperamenti shqiptar, po atje jam rritur, kështu që atje kam krijuar edhe shoqërinë dhe sa bukur ke ruajtur edhe shqipen e ke ruajtur shumë bukur, shumë komplimenta. Faleminderit. E kam shumë seriozisht. E kemi gjithmonë po. Jo, asnjëherë stalle me Kam vënë një video në TikTok. Duke folur shqip. Po. Ishte nga një intervistë. Po. Edhe lexova komentaret. Deri aty këtu ishte mirë. Edhe dhe komentet. Ska një e the një gjermanishte të kështu, një mikse. Po bukur shiko, në gjak komentare ishte Aha, i lexova, edhe çfarë thoshte? Se pas kam patur të drejtë ata. Jo, dhe çfarë thoshte? Lexova komentet, edhe më shanin që kam marruar të flas shqip edhe nuk di të flas shqip. Por, kur e shkruanin atë të sharën, poshtë, e shkruanin në një gjuhë që as unë se kuptoja, edhe es nëna atyre rrezik nuk të e kuptonte, se e kanë shkruar gramatikën aq keq, sa thoja, po ti kur shan tjetrin për gjuhën, shkruaj mirë ti të pak që ndodh që të gjithë shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, kur e mësojnë shqipen ta flasin, e shkruajnë dhe shumë mirë, e shkruajnë shumë pastër. Janë dhe fanatik të ruajtjes. Është bie në sy në fakt të shqiptarët që jetojnë jashtë kufive shqiptar. Pastaj te shqiptarët tu nuk do hysha, jo, po të paktën ti i dallon. Po ti di ta njohësh, po dhe të mendosh, ke ikur 6 vjet. Se ne i biem shkurt këtu, tërçekut fjalëve ja heqim më. E pas kam patur mirë ata atëherë, më falni për ata që më kanë sharë, mendova se keni shkujt gabim. Ju këtu kështu flisni. Biem shkurt. Jo, dhe prandaj ndodh ky komplimenti me ju që keni shkuar kaq shumë të vogla, le të themi, në moshë shumë të vogël jashtë dhe ruani këtë që pa diskutim është një rol shumë i rëndësishëm i familjes që ka ruajtur gjuhën dhe që e ka trashëguar në një farë mënyrë kaq shumë mirë dhe pastaj është lufta jote që ti ke bërë për të thënë që unë jam shqiptare sepse ti nxjerr vazhdimisht gjitha intervistat që jep në televizionin shqiptare sepse e ke kuptuar tashmë që televizionet shqiptare të duan shumë. Edhe për panele, edhe për të qenë prezente. Edhe unë ju dua shumë. E ke parë veten ndoshta edhe si shembull për vajzat dhe për të hequr një lloj stereotipi që njerëzit kanë për vajzat që zgjedhin të kërcejnë belly dance. Njerëzit besoj se gjithmonë do gjejnë një paragjykim për vajzat që janë në show business e para, pastaj fillon edhe që belly dance sigurisht është një lloj baleti që je pak sensuale, por mos harojnë që belly dance ka filluar atëherë e ka traditat nga Egjipti. Edhe Egjipti është një vend ku jetojnë edhe ortodoks, por është një vend musliman, është vend arab. Edhe prap e ka mbajtur këtë tradicionin e belly dance-it që më përpara belly dance në Kairo në teatr kërceheshe, edhe iknin njerëzit për të parë një spektakël. Pastaj më në fund u bë që
e merrni dhe në për dasma, edhe në për lokale, në për evente. Po, sigurisht që ka lloj-lloj, si mund të them, kategorie kërcimi, por unë nuk paragjikoj asnjëri se cili e vendos për veten e vetë, si do e kërcej, ose si do e mbaj vetë. Ti në fakt e ke treguar historinë tënde, ka qenë një fshinjë i ti që ka qenë nga Libani, mos gaboj? Kom shit, nga po. Dhe ti duke ndejtë me ta, ke marrë nga kultura atyre dhe aty e njohur me këtë lloj kërcimi, apo jo? Aty jam njohur, se në fillim banonim kur kemi ardhur në Gjermani, që banonim në vende ku jetonin të huaj, edhe tani kom shit të huaj, nuk është se banoj tani ku ja ka vetëm Gjerman. Po dëgjoje muzikën e tyre, apo? Po, dëgjoja muzikën e tyre, ata kërcenin, ata janë shumë njerëz të ngrohtë, që edhe gjuhën mos e kuptosh, e bëjnë që ta ndjesh veten mirë, kjo është eksperjenca ime. Bëjnë të ndjesh rehat, pra, nuk të vënë siklet. Edhe muzikën e kanë shumë të bukur. Po, muzika orientale. Edhe aty pastaj ti e gjete veten, pra doje që të vazhdoje të kërkoje më shumë tek ajo lloj muzike, tek ajo lloj stili, apo? Më ka ngelur në zemër, kur fillova pastaj me kërcim oriental edhe lambada, prap e kisha mendjen me kërcim latin amerikan. Prap e kisha mendjen, më kishte ngelur te kërcimi oriental. Edhe thoja gjithmonë, ta mësoj pak, të guxoj, ose kur shifja ndonjëherë një belly dance, e shifja me admirim. Është një belly dance, si më dukeshe, si gjë e veçantë edhe. Dhe ti ke qenë vogël, ke qenë adoleshente në momentin që ke filluar për herë të parë të kërcesh. Kam qenë, kur kam filluar për herë të parë të kërcej, që i ka në shkollë kërcimi, kam qenë, adoleshente. Edhe kur kam qenë me vogël, kam qenë e shëndosh shumë, edhe kur fillova të merresha me kërcime, u dobësova. Varet sa quan ti të shëndosh. Po, varet. Kam qenë fëmijë shumë i shëndosh. Imagjinojmë dot, Do ju dërgoj një foto ti kur kam qenë edhe njërë normal, pastaj u shëndosh shumë, se haja çokolata shumë, kur erdhëm në Gjermani, edhe mamis më thoshte jo se nuk deshte të mërzitesha, se kisha lënë gjyshet, edhe thonë shte e mirë të ketë çokolata të paktën, po. Po në raport me prindrit, si e pan ata zgjedhjen tënde? Prindrit janë shumë shpirt artisti. Kam edhe në familje kam shumë artist, kam piktor në familje. Pra kjo të kanë ndihmuar. Po, edhe kështu që artin e kam parë gjithmonë me një sy të ngrohtë, mund ta them, tjetër më pozitivisht, po. Mund të ketë, në variantin mund të ketë. Që kam patur gjithmonë support. Nga familja. Po ndërkohë ishin ato komentet që ty ndoshta ose njerëzit e tjerë, shoqëria jote, që të tha diçka që gjini ti mund të zgjedhësh çfarë lloj kërcimi të duash, si një balerinë shumë e mirë, pse profilizohesh? Në fakt, personi ose kërcimtarja nuk e zgjedh kërcimin. Kërcimi zgjedh kërcimtare. Edhe kam patur një shoqe dikur që më ka thënë, kur fillova unë të kërceja, dhe ajo ka thënë që Gjini tha, ne kemi një shprehje, ajo ka qenë turke, ne kemi një shprehje në Turqi, tha, kush kërcen në shumë dasma nuk martohet vetë. Edhe unë me thënë të vërtetën deri tani nuk mbaj mend në sa dasma kam kërcyer, dhe ka rezultuar e vërtet. Me dojë rrezik që ka pak e vërtet kjo. Mos i kesh. Po është interesante se si ftojnë në për dasma një vajzë kaq sensuale, belly dancing, u bë xheloze. Nusja, po. Nuset janë ato që më ftojnë, me thënë vërtetën. Edhe i kam thënë, ose ndonjëherë kur më ftojnë të tjerët që nuk më fton nusja, i them atyre që të lutem bisedoni me nusen. A është dakord? Dasma është e nuses. Nusja është ajo që është femër edhe që ëndërron gjithë jetën rrezik për këtë dasmë, edhe unë nuk dua që t'ja bëj dasmën që mos t'i pëlqejë gjë në fund. Mos t'i pëlqejë se është dasma asaj, po nuk deshte ajo. Sa të rjetur i varur, do të rje mërzitur. Për çfarë t'ja bëj, edhe kam patur një rast, më ka marrë
Vjera, e jema e burit. Shif Vjera, pa lejnë e nusës. Ja kam po prina. Ja bëj që të tregoj sa të fort janë kanë në marrëdhënie. E bëj për djalin. Nuk do të them që gjithë vjerat janë të këshia. Mirë, le ta mendojmë që ka menduar ajo Se ka martuar gjithë jetën, po fillova tani të bëj tash e theme për vjerat pa patur vjerëve. Po e mendojmë kështu, sikur donte që të tregonte. Më mori Vjera, po i thash asaj, të lutem fol me nusën, se ajo e bën rregull. Po që do tha ajo. Rregullin e bëj unë. Bëj rregull. Aha, shqiptare ishte ajo? Jo, ishte, nuk dua ta them nga ishte, se po e thash edhe rrezik ajo e shef, edhe mund t'ja përkthej njeri, edhe ajo ishte shumë e dashur me mua, nuk dua që mos më marri Thjesht prapë për nusën tjetër. Dasma shkoj okej? Nusja ishte shumë e lumtur. Okej. Dasma shkoj. Dhëndri ishte më i lumtur. Dhëndri. Mamaja e dhëndrit ishte akoma më e lumtur. Vjera ishte shumë e lumtur. Kështu që Shkoj okej. po kam shumë gra që shumicat e klienteve që marrin në për festa familjare janë gra, edhe në njerë kam dhe gra që thonë do jap një fest të madhe për burin tim për ditëlindje edhe me familje edhe dua që ti të kërcesh, thonë. Edhe kjo gjë më gëzon se do me thënë që më respekton si artiste. Po, si një profesioniste, pa diskutim. Ndërkohë, çfarë të është dashur të heqësh nga jeta jote, nga vetja jote, të sakrifikosh për të ndjekur këtë profesion? Mbaj linjat e para, po, ushqimi që është që duhet ta kem kujdes, sigurisht, po unë jam hamse, e kam shumë qef djathin, e kam shumë qef verën, i kam qef këto gjëra që të pickoj pak këtu, të pickoj këtu sheqerin, nuk ja kam ushqyer vetes shumë, kur kam filluar atëherë kam qenë e vogël të bie ca kile, kështu që sheqerin mund ta lej më njan, po gjërat e kripura i kam qef. Kam kujdes që mos haj buk, mos haj makarona, mos karbohidrate. Tamam. Po kur është ndonjëherë djerë që kam mbaruar me çfaqet, edhe filloj mund ta haj në një ditë aq shumë sa mund ta hajnë të tjerët rrezik për 2 javë. E kompenson. Ti, po ku nuk më dalin llogarit, po gjithsesi. Filloj jaj, pastaj edhe 3 ditë kam prap kujdes, e duhet bëj vrap, kështu që duhet të për vetë. Deri në çfarë moshe mendon që do e ushtrosh si profesion? Dikur mendoja deri 35. 35 tani ka kaluar. Me thënë. E tha mosh. 35 ka kaluar. Pastaj thash me 36 kanë kaluar, s'po e zgjas më mirë. Se dalim pastaj të ajo. Thënja, më okej. Pastaj thash me 37 kanë kaluar. Mirë, na thuaj deri kur. Edhe tani mos vazhdo, mos e dole. Tani jemi te 23-shi. Tani u riktheva te 23-shi, kështu që kam edhe ca vite. A do të frenonte ty një partner, një martesë, një jetë familjare për ta bërë këtë gjë? Deri tani si e mendon, domethënë? Deri tani s'më ka frenuar njeri, kjo është arsyeja rrezik që jam e pamartuar. Se, për shembull, në rastet që mund të të kenë frenuar njëropafshin, në rastet që ata mund të më kenë frenuar, mua i kam frenuar unë ata. Do me thënë ka ndodhur. Një hapas. Ka ndodhur që mos të pranojnë si llojar. Ka ndodhur që kanë qenë xheloz. Që kanë qenë xheloz, që unë edhe mund ta kuptoj se nuk është puna për kërcimin, se partneri që kam patur e ka ditur, unë iki në shfaqje, jap 20 minuta shfaqjen, edhe nuk ri aty që të bëj muhabet. Të shoqëronte ai, pranoi të shoqëronte? Dikur kam patur një shok që ai ka qenë merreshe me evente edhe ai ka qenë shumë suportiv, po tani është i martuar me fëmijë, prandaj nuk dua të flas për atë, nuk dua ta mbaj respektin për gruan e ati. Po ai ka qenë suport, mbas atij nuk kam patur ndonjë që mund të them ndonjë suport të madh. Po kam patur edhe një shok tjetër, ai ka qenë suport, ai ka qenë artist vet, po edhe e kupton. Edhe e kuptonte. Pra duhet të jetë patjetër e profilit të tillë, domethënë si profesion. Jo, unë mendoj se kur artisti bashkohet me artisten, ka shumë pasion. Se mund të dashurohet e dikush që është adhurues i pasionit tënd.
Po. Po ishte në një që edhe s'është artist. S'është artist, pra. Po ishte në një që mund ta njoh nga publika, ose kështu që mund të jetë në publik, edhe ashtu nuk dua të krijoj lidhje. Se e para që ai njeri mund të shofi te mua, mund të jetë show, the show. Ana fizike, pra, po. Do jetë një, nuk do jem unë ajo, edhe dua personin kur... Ti do diçka më tepër, do që ta njohësh tamam dikë. Po prap mendoj që edhe artistët kuptojnë artistët, më mirë mos bashkohen bashkë, se po bashkuan dy artistë me njëri tjetri, fillon lufta pastaj. Pasion, nuk e di. Po atëherë si do ta, si e ke... Nuk e di. Besoj është shumë pasion. Artist në llojin e tyre, le të themi. Një lloj artist lëvu e ka. Unë mendoj se artistët janë shumë e pasion. Edhe unë dëshiroj në fakt të kem një shpirt artistik që të më kuptoj. Po pra, eksperienca që kam për unë është artisti me artistin, bum, pasion, nuk e di, është më shumë se mund t'jetë... Po atëherë si e ke menduar që ta gjesh, pra, si e ke menduar, se artisti me artistin thua bum, një person që mbasës është larg artit dhe se kupton, bum prap, e kupton? Ku nuk bëhet gjyshja, Gjini, hajde sërish në Tiranë, kam gjetur një, kështu është kokra yllit, është djali mirë, ka familje të mirë, ka kështu, ashtu e ka parë një gjyshje, ka studiuar me që se ke shoqet ngushtë. Nuk ka ndodhur deri tani, besoj se gjyshja i marrim hipotetike gjitha. Mendoj si që mendoj unë, edhe ajo e ka me të zgjedhur unë pak vështirë për mua. Po ti e dojshë të jetë shqiptar bashkëshor ty? Apo s'ka rëndësi? Duke marrë përsi për të gjithë shpërthimin. Jo, edhe vjerën. Po jo. Vjera shqiptarë janë të mira. Janë të mira. Kafe turke në mëngjes, gjëra. Pra që kësaj që shumë. Sa bukur. Jo them për tipin që kanë. është gjë e bukur kur edhe ai të flasi shqip. Ishte gjë e bukur, por unë mendoj gjëja më e rëndësishme për mua është që të ketë empati, të ketë një zemër të dhimbësur, edhe jo vetëm të jetë i dashur me mua, po të jetë i dashur me të tjerët, duhet ta shoh në komunikim me të tjerët, se aty duket njeriu, se kur është i dashur me atë personin që ai do të bëj për vete, patjetër që ashtu do të jetë. Është një punë manipulacioni, po me të tjerët të jetë, me të gjithë të jetë i dashur. Po, një shqiptar që ka lindur dhe ka jetuar, është rritur në Shqipëri me mentalitet shqiptar, apo një shqiptar që është jashtë? Që është lindur dhe rritur jashtë. Ka raste që bëhet diferenca, pra. është e kuptueshme si diferencë. Nuk kam shumë eksperiencë me shqiptarët që janë lindur këtu, kështu që s'mund ta them. Mjafton të bëj atë klikun. Mos flas para kohës, se nuk e di këtë gjë. Mos flas para kohës. Nuk e di. Ndërkohë të kthehemi tek profesioni jot. Të ka ndodhur që për shkak të performancës tënde, të qenë aq korrekte që të thua në atë 20 minutë unë qëndroj aty dhe më pas largohem. Domethënë bëj punën time dhe largohem. Të ka ndodhur që të dëçojnë një dhurat, të thonë një faleminderit me anë të menaxherit të vendit ku ti shkon, ose familjarëve, ose ajo Vjera të ka çuar një dhuratë se ishte shumë falenderuese ndaj teje. Lule edhe një herë më kanë sjell që ka ardhur në shfaqje konsuli i Egjiptit dikur për shumë vitesh. Edhe më ka sjell një varse me një belly dancer, Florir Masolja i dhe shoqja Masollën nga Egjipti. Është gjë shumë interesante që një shqiptare di të kërcej profesion. Të pëlqen të prezantohesh si shqiptare kudo që të pyesin gjithmonë. Po, gjithmonë. Okej. Dhe kjo është shumë gjë e bukur, ti jep akoma më shumë, domethënë, duket sikur ti jep më shumë potencial për ty, për të prezantuar, sepse ti nuk e mohon komsin tënde, nuk e mohon që je shqiptare. Po, gjithmonë them që jam shqiptare, edhe është edhe gjë e mirë të thuash që je shqiptare në gjermanisht, se ngacmon njeri, kam frikë. Ashtu, a? Në Gjermani. Thua jam shqiptare, thonë, okej. Një pas. Mirë se erdhe. E pas kemi lënë vullën dhe sa mirë, po është mirë kjo. E shej që është mirë me qenë shqiptarë, O hej. Dhe
Ndërkohë, mësoj tani çfarë planesh ke për vazhdimin dhe sa do të rish në Shqipëri ta dinë gjithë njerëzit që po të Ikë nesër fatkeqësisht. Nesër do ikë. Paradite mbas dite. Nesër paradite do nisem për... S'keni kohë njerëz, edhe sot e keni. Mbaroj. Jo, nesër do nisem. Po, ju shkruaj ta. Po, je shumë e mirë, po, je shumë korekte. Po, drejt. Se erës tjetër kur isha këtu isha vetëm për një ditë. Po. Edhe u ktheva. Edhe filluan mesazhet, pastaj posimit i erdhe dhe takove. Kisha vetëm një ditë kom, kishte ardhur Daja nga Amerika me familjen. Tezja do jepte një party, kështu që thash do viti bëj surprizë, po ka që s'kisha kohë një ditë 2 nete gjysë ndeta. Ja u shmallëm këtë herë që të ndrodhi. Unë e shikoj shumë gjë të veçantë këtë që të krijosh miqësi nga profesioni. Pra nga emisioni ne bëjmë miqësira dhe shoqëri me njerëz të ndryshëm, po ti mbash kontaktit është akoma më veçantë dhe ti je një ndër ato dhe faleminderit shumë që je kaq spontane, drejt për drejt, shumë e dashur njëkohësisht. Po se ju jeni llokum. Sa e mirë. Me gjithmonë të kam. Edhe tani që ju shoh live për herë të parë, se kemi komunikuar me kamera, e ndjej veten sikur jam te familja në shtëpi, jam ulur këtu kështu edhe kafen e ke? Vetëm kafe turke që s'ma bët. Po ja, unë sa ka fredo. Kemi bombën. Faleminderit shumë Gjine. Faleminderit su live në ekran, se pas pak ju do shihni reklama dhe receta, ne do flasim pak më shumë me Gjinën. Deri nga dreka mos e kërkoni, ju të shtëpisë. Paçi ditë mbar, pafshim. Mirupafshim. Ditë mbar.